Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Falënderimi qoftë për Perëndin, të cilit i përket çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Ai qoftë i falënderuar edhe në jetën tjetër. Ai është i gjithdijshëm dhe i plotdijshëm. I lavdëruar qoftë Allahu, të cilit i përket çka në qiell dhe çka në tokë. Hamdu, lavdërimi është e përlevduarit e Zotit përmes cilësive dhe veprave të tij të mrekullueshme. Vetëm Allahut të lartësuar i takojnë lavdërimet e plota, sepse ai është i lavdërueshëm për të gjitha cilësitë e tij. Ato janë cilësi që tregojnë se ai është i plot dhe absolut. Veprat e Zotit janë të gjitha të lavdërueshme dhe ai meriton ta përlevdosh për to, sepse ato ndërtohen mbi bamirësinë dhe drejtësinë. Për bamirësinë, ai meriton që ta lavdërosh dhe të jesh mirënjohës dhe falënderues. Për drejtësinë, ai duhet lavdëruar dhe duhet madhruar. Ai duhet përlevduar edhe për urtësinë e tij të gjerë në atë që vendosi. Në këtë ajet, Allahu i lartësuar e lëvdon veten e vet për faktin se atij i takon çka në qiell dhe çka në tokë. Ai është pronari e sunduesi i tyre dhe ato janë të gjitha krijesat e nështruara, poshtë pushtetit të mbretërimit të tij. Ai vepron dhe kujdeset për ta dhe për këtë meriton të gjitha lavdërimet. I lavdëruar qoftë ai në botën tjetër, sepse në ahiret do të dalin në pa shumë lavdërime që nuk janë në dynja, ku njerëzit e të gjitha krijesat të shohin se si Allahu do të gjykojnë me barazi dhe me drejtsinë e tij të plot dhe të shohin qartë urtësinë e tij në gjykim, të gjithë do ta lavdërojnë për këtë. Madje, edhe ata që kanë merituar dënimin dhe që do të hyjnë në zjarr, do të kenë zemrat e mbushura me përlevdim për Zotin. Ata do të pranojnë se ai ndeshkim është i drejtë, sipas veprave të tyre, dhe se Allahu ka qenë i drejtë në gjykimin e tij për ndeshkimin e tyre. Ndërsa për sa i përket përlevdimeve të Zotit në vendin e kënaqësive, të shpërblimit dhe mirësive të pafund, kjo është një çështje që ka ardhur përmes lajmesh të shumta, që janë në përputhje me argumente tradicionale të dëgjuara dhe atyre logjike. Kur ata fatum të hyjnë në xhenet, do të shohin mirësitë e pashteshme prej Allahut. Dhuratat e tij do të jenë të panumërta, sepse ai do të jap shumë më tepër se sa mund të mendojnë dokush. Aq shumë jep, saqë në zemrat e xhenetinëve nuk mbetet me vend për të kërkuar diçka të re, sepse Zoti u ka dhënë shumë më tepër se sa kanë kërkuar e ëndëruar. Ai do t'u jap shumë mirësi që nuk i kanë menduar ose ëndëruar kurrë. Atëherë, si mendon se do të lavdërojnë ata Zotin e tyre në atë gjendje? Pastaj mendo edhe për një fakt tjetër, në xhenet nuk ekzistojnë me bariera, që të pengojnë nga dituria rreth Zotit, dashuria dhe thurja e laudave për të. Madje, të tilla gjëra do të jenë ndër gjërat me të dashura për robën dhe një kënaqësi shumë e veçantë e banorëve të xhenetit. Asnjë kënaqësi e mirë si në xhenet nuk mund të krahasohet me këtë. Për këtë arsye, kur ata të shohin Allahun e të dëgjojnë fjalën e tij, kjo do t'i bëjë që të harrojnë çdo mirësi tjetër në xhenet. Përmendja dhe lavdërimi i Zotit në xhenet do të jetë diçka natyrshme, një lloj si frymëmarrja që bëhet pa asnjë lloj vështirësie dhe në mënyrë të vazhdueshme. Përveç kësaj, në xhenet atyre do t'u shfaqen në çdo çast shumë shenjat e Zotit të tyre, prej bukurisë dhe cilësive të tij absolute. Kjo do t'i bëjë që edhe përlevdimet e tyre për Zotin të jenë të plota. Ai është i urti i gjithë dituri. Për të fshetat, ai është i urtë në sundimin, mbretërimin dhe administrimin e çështjeve të krijesave. Ai është i urtë edhe në urdhëresat, dalesat dhe të gjitha ligjet e tij. Gjithashtu, ai është i gjithditur për çdo të fshehtë. Ai i din e hollësi të gjitha çështjet e fshehta. Ai di çka hyn në tokë dhe çka del prej saj, dhe çka zbret prej qiellit dhe çka ngritet në të. Ai është mëshirues dhe falës. Ai e di çfarë hyn në tokë. Çdo gjë që bie hyn në tokë, si shiu, fara, kafshët dhe gjallësat dhe çfarë del prej saj. Si lloje të ndryshme të bimësisë dhe të botës shtazore dhe çfarë zbret prej qiellit, nga qielli zbresën melekët, risku i Zotit e përcaktimi i gjërave nga ana e tij e çfarë ngjitet në të. Në qiell ngjiten melekët, shpirtrat e tij. Pasi përmendi krijesat e tij dhe urtësitë e tij në ato krijesa, si edhe diturinë e tij të plot për gjendjen e tyre, Allahu i lartësuar përmend faljen e madhe dhe mëshirën e tij të gjerë. Ai thotë, ai është mëshirëploti, falësi i madh. Mëshira dhe falja janë atributet e Allahut dhe gjumet e tyre vazhdojnë të shfaqen te krijesat në çdo kohë, në varësi të asaj që ata meritojnë me veprat e tyre. Mose thon, nuk do të vijë çasti. Thuaju po. Pasha Zotin tim, i cili di të gjitha të padukshmet, me siguri do t'ju rije. Nuk do t'i fshehet atij as një thërmi, as në qiell as në tokë, e nuk ekziston asgjë, as më e vogël nga ajo thërmia, as më e madhe, e që të mos jetë e shënuar në librin e qartë Levi Mahfudh. Në ajetin e mesipërm, Allahu i lartësuar na tregoi për madhështinë e tij, përmes me atributet që përshkroi veten e tij. Kjo e bën njeriu që të lavdërojë dhe madhrojë Allahun e lartësuar dhe ta besojë me iman të plot dhe të sinqert. Megjithatë, ka njerëz që nuk janë të tillë. Ai na tregon se ka njerëz që nuk e madhrojnë Allahun me madhështinë që i takon. Madje ata mojnë atë.
Ata e mohojnë se Allahu ka pushtetin që të ringjallë krijesat pas vdekjes së tyre e që të sjellë kiametin, duke kundërshtuar dhe mohuar kështu mesazhin e të gjithë profetëve. I Madhruari thot, ata që nuk besojnë thonë, ora, e kiametit nuk ka për të ardhur kurrë. Këta janë ata që nuk besojnë Allahun, profetët e tij dhe shpaljen që ata sollën nga Allahu. Pikërisht për shkak të këtij mohimi, ata thonë, ora e kiametit nuk ka për të ardhur kurrë. Ekziston thjesht kjo botë me rregullat e saj. Ne jetojmë jetën bote, pastaj vdesim dhe me kaq mbaron çdo gjë. Por Allahu i Madhruar urron profetin e tij që t'ua hedh poshtë me prova këtë pretendim, madje tu betohet për vërtetësinë e ringjalljes dhe për faktin se ajo do të ndodhë. Me pas, Zoti sjell një argument që nëse robi e mendon dhe e pranon si fakt, atëherë ka për të besuar patjetër ringjalljen. Kjo është ditëria e plotë dhe të gjithanshme e Zotit, thuaj, po, betohu në Zotin tim. Atë patjetër do t'ju sjell ai që e di të fshehtën. Ai thot se kiametin dhe ringjalljen do ta sjellë gjithë dituri rreth të fshehtës, pra, rreth çdo gjëje që nuk e ka përfshisat apo dituria jon. Ai është i gjithditur edhe për atë që shfaqet, edhe për atë që fshihet. Allahu i Madhruar vijon të përforcojë edhe më shumë faktin se dituria e tij është gjithëpërfshirëse, kur thot, atij nuk mund t'i fshihet asnjë thërmi në qiell as në tokë dhe as më e vogël as më e madhe se ajo. Diturisë së tij nuk mund t'i fshihet asnjë grimc në qiell në tokë dhe as më e vogël apo më e madhe se ajo. Çdo gjë pa përjashtim, me trupat e me gjithë përbërësit e tyre, madje edhe grimcat me të vogla elementare përbërëset e lëndës nuk i fshihen diturisë e Zotit. Çdo gjë është shënuar në librin e qartë. Libri Mahfuz. Dituria e Allahut ka përfshirë gjithçka dhe lapsi i tij e ka shkruar atë. Gjithçka gjendet në librin e qartë dhe të madh, që quhet Libri Mahfuz. Diturisë së tij nuk i fshihet asnjë grimc e madh apo e vogël qoftë në të gjithë kohërat. Ai di mirë çfarë fshihet e tretët në tokë prej trupave të vdekur dhe atë që mbetet prej tyre. Ai është i plotfuqishëm që t'i ringjallë ata, dhe kjo është më e thjeshtë për të. Ringjallja nuk është më e çuditshme dhe madhështore se dituria e tij gjithëpërfshirëse. Në vijim, Allahu i lartësuar na tregon qëllimin e ringjalljes, për t'i shpërblyer ata që kanë besuar dhe punuar veprat e mira, për ta ka falje dhe furnizim të mrekullueshëm. Që ai t'i shpërblej ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira. Për këta ka falje dhe shpërblim bujar. Ky është shpërblimi për besimtarët e vërtetë. Ata besojnë sinqerisht me zemrat e tyre. Ata besojnë me bindje të plotë Allahun dhe profetin e tij. Pikërisht se besimi i tyre është i vërtetë dhe i sinqertë, ata bëjnë shumë vepra të mira sipas asaj që i udhëzon ky iman. Ata e vërtetojnë besimin e zemër me kryerjen e veprave të mira, në të cilat të udhëzon imani. Për këta të zgjedhur dhe fatbardh, Allahu i Madhruar thotë, për këta ka falje. Zoti do t'u mbuloj e fshi gjunahet për shkak të imanit të vërtet dhe të veprave të mira që ata bëjnë. Falja e Zotit bën që nga ata të largohet çdo ligësi dhe ndëshkim. Përveç faljes që sjell ruajtja nga çdo e keqe, atyre u premtohet edhe furnizim i mirë. Kështu e shpërblen Zoti çdo bamirës e besimtarët e mirë. Duke qenë se ata ishin bamirës, ai i shpërblen me furnizim të këndshëm dhe bujar, duke u përmbushur çdo kërkesë qëllim të mirë. Ata që luftojnë kundër argumenteve tona, duke u përpjekur që t'i pengojnë ato për t'i ikët dënimit ton, për ta ka dënim të tmerrshëm dhe të dëmshëm. Ndërsa ata që luftojnë kundër argumenteve tona, do të kenë dënimi më të keq dhe të dëmshëm. Këta i mohojnë argumentet tona, madje me arrogancë e mendje madhe si u thoshnin profetëve se ata dhe Zoti janë të pafuqishëm që t'i realizojnë ato kërcënime. Kështu e mohojnë edhe ringjalljen pas vdekjes, duke menduar se askush nuk është në gjendje të realizojë diçka të tillë. Këta të mirë nxitojnë që të mohojnë argumentet dhe mrekullitë e Zotit dhe kështu të tregojnë se është e pamundur ajo që u premtohet, domethënë ringjallja dhe ndëshkimi. Për këtë, i lartësuari thotë, ata që luftojnë kundër argumenteve tona, do të kenë dënimin më të keq dhe të dëmshëm. Ai dënim ka për t'ju sjellë dhimbje si trupave, ashtu edhe zemrave dhe shpirtrave të tyre. Ata, të cilëve u është dhënë dienia, shohin se çka të është zbritur ty nga Zoti yt, ajo është e vërteta Kurani, i cili të udhëzon në rrugën e të plotfuqishmit dhe të falendëruarit. Ndërsa ata të cilëve u është dhënë dituria, e shohin qartë se kjo që të është shpallur ty nga Zoti yt, është e vërteta dhe ajo të udhëzon për në rrugën e ngallëmtarit, të lavdëruarit. Në ajetet e mesipërme, Allahu i lartësuar na tregon rreth atyre që e mohojnë ringjalljen dhe atë që profetët sollën nga Zoti. Në vijim, ai na tregon për gjendjen e atyre që janë të udhëzuar, pra njerëzve të ditur. Ata e dinë mirë dhe janë të bindur se ajo që ju shpal profetëve është e vërtetë e sigurt dhe e padiskutueshme. Të sakta janë lajmet e sjella në atë libër dhe të vërteta. Të drejta janë edhe ligjet që Zoti solli për njerëzimin. E gjithë e vërteta është e kufizuar vetëse në shpaljen e Allahut dhe gjithçka tjetër që bie ndesh me të është e kotë dhe e gabuar. Kështu gjykojnë këta të zgjedhur, sepse ata kanë arritur në një gradë të lartë të sigurisë dhe diturisë.
Ata janë të bindur se ato ligje, urdhëresa dhe ndalesat e sjella në librin e Zotit, udhëzojnë në rrugën e drejtë, në rrugën e ngallënimtarit, të ladëruarit. Ata arrinë këtë përfundim sepse janë të bindur për disa çështje, 1. Janë të bindur se ai që i informoi për këtë shpallje është Zoti dhe profeti besnik i Zotit. 2. Ata e shohin me sytë e tyre se çdo gjë që Zoti njoftoi është në përputhje të plot me realitetin dhe atë që ndodh. Është vetë realiteti që e vërteton atë që Zoti dhe profeti kanë thënë e njoftuar. 3. Këto lajme janë në përputhje të plot edhe me shpalljet e shkuara. 4. Ata i shohin ajetet e Allahut dhe shpalljet e tij që të shpalosen në horizont dhe në vetët e tyre. Kjo botë e mrekullueshme e rregullt dhe çdo gjë e bukur në të natë dëshmon për emrat dhe cilësitë madhështore të krijuesit dhe rregulluesit të saj. 5. Kur shohin urdhëresat dhe ndalesat që ka ligjëruar Zoti, të deturit e kuptojnë se vetëm ato ligje mund ta pastrojnë dhe lartësojnë njeriu dhe t'i mundsojnë atij shpërblimet e mëdha. Ato e disiplinojnë atë që i zbaton, por edhe të tjerët dhe i edukojnë në nxitsin që të stolisen me cilësi e virtytet e larta, si sinqeriteti, pamirësia ndaj prindërve, mbajtja e lidhjeve farefisnore, pamirësia ndaj të gjitha krijesave etj. Ato ligje e ndalojnë dhe e frenojnë njeriu nga çdo cilësi e keqe që e përdhos pastërtinë shpirtërore, i shkatëron shpërblimet e Zotit dhe e ngarkon robin me peshën e gjinave, me errësirat e shirkut, imoralitetit, fajdes, padrejtësive e shkeljes së gjakut, derit, si dhe pasurisë e njerëzve. Ky ajet është një levdat dhe lërsim për besimtarët, një shenjë dalluese për ta. Allahu e ka marrë në konsiderat dëshminë dhe fjalën e tyre. Ata do të dëshmojnë kundër mashtruesve dhe mohuesve. Sa më madhe dhe plotë jetë dituria e robit për shpalljen e Zotit, për lajmet dhe ligjet e tij, aq më spikator është dituria dhe urtësia e tij edhe në çështjet e tjera. Nëse është i sinqert me Allahun dhe aq më e vlefshme është dëshmia dhe fjala e tij rreth asaj që sollën profet. Mohuesi thon, a doni t'ju a tregoj njeriu i cili ju lajmëron se kur të shka përderdheni plotësisht në varreza, ju me siguri do të jeni të krijuar përsëri të ringjallur. Ata që nuk besojnë thon, a doni t'ju tregojnë në njeri që do t'ju thotë se pasi të keni vdekur dhe të jeni copëtuar plotësisht, ju do të krijoheni rishtazi. Për jetën e përjetshme, duke treguar se kjo është e pamundur, që nuk mund të besohet, dhe duke u tallur, ata thanë, a doni t'ju tregojmë një njeri që do t'ju thotë se pasi të keni vdekur e të jeni copëtuar plotësisht, ju do të krijoheni rishtazi për jetën e përjetshme. Me këto fjalë, ata tregojnë edhe një arsye pse ju duket e pamundur dhe e pabesueshme. Ata e kishin fjalën për profetin e Zotit, Muhamedin a.s. Sipas tyre, ai kishte sjellë një mesazh shumë të çuditshëm dhe të pabesueshëm. Ata ja tregonin këtë njeri, tjetrit në formë çuditje dhe taljeje, si është e mundur që një njeri logjikshëm të thoshte të tilla fjalë. Pe çuditë se si mund të ringjallojmë pasi të jemi trejtur e bërë. Pe çuditse, apo trillon gënjeshtra për Perëndin apo është i çmendur? Asnjëra, por ata që nuk besojnë në jetën tjetër, do të dënohen dhe janë në humbje të madhe. A është duke filluar me vetëdije gënjeshtra kundër Allahut apo e kanë kapur gjindet? Jo, mos, vallë, ky njeri që sjell të tilla kumte, ka guximin dhe paturpsinë që të flasë të pavërteta për Allahun apo e kanë pushtuar gjindet. Atëherë, nuk ka pse të çuditemi, sepse i çmenduri dhe i gjindosuri thoshën çmendurira dhe gjëra të paqena. Të gjitha këto fjalë ata i thoshin nga inati dhe padrejtisht, sepse, në fakt, ishin të bindur plotësisht se Muhamedi ishte krijesa me besnike, me i sinqerti, me i logjikshmi dhe me i urti. Pikërisht për shkak se e dinin mirë këtë fakt, ata sakrifikuan aq shumë dhe punuan fort me çdo mënyrë që t'i largonin e pengonin njerëzit nga rruga dhe feja e tij. Nëse do të ishin të bindur se është mashtrues dhe i çmendur, atëherë as që do t'i kishin kushtuar rëndësi, sepse të urtët dhe njerëzit e mequr nuk merren me të çmendurit dhe mashtruesit. Nëse do të ishte i tillë, njerëzit e urtë nuk do të hinin as sytë jo me të merreshin në fjalën e tij. Nëse ju, o njerëz, nuk do të ishit të mbushur me padrejtësi dhe inat, do të nxitonit që t'i përgjigjeshit ftesës së tij dhe do të pasorit rrugën e tij, por as argumentet dhe as shërtimet nuk u bëjnë dobi atyre që nuk besojnë. Yunus 101. Për këtë arsye, i lartësuari thot, por ata që nuk besojnë në jetën e përjetshme janë të dënuar dhe janë në humbje të thellë. Të tillë janë ata që thonë ato fjalë. Ata nuk besojnë në ahiret. Ata do të jenë të dënuar dhe janë në humbje të thellë. Ata do të jenë në trishtim të madh dhe në humbje shumë të qartë. Ata ende shumë larg së vërtetës. E ku ka humbje dhe largime të madh nga e vërteta se sa humbja e këtyre njerëzve që nuk besojnë pushtetin e plotë të Allahut të lartësuar në ringjalljen e krijesave pas vdekjes dhe të cilët e mohojnë profetin që flet në emër të Zotit dhe ka sjellë shpalljen e tij. Pikçuditse këta të mirë madje tallen me profetin dhe mesazhet e tij dhe pretendojnë se rruga e tij është një koci dhe gënjeshtër. Kështu, të mirën e shohin të keqe dhe udhëzimin e rrugën e drejtë e shohin largim nga e vërteta.
Vallë, a nuk shohin ata çka ka para tyre e pas tyre, prej qiellit dhe tokës. Pi që ditë se sikur të donim ne, do t'i fundosnim ata në tokë ose do të hunim copa nga qielli. Me të vërtetë, në këtë ka argument për çdo rob që kthehet te Perëndia. A nuk shohin ata çfarë ka para dhe pas tyre në qiell dhe në tokë? Allahu i madhruar i uzon njerëzit në një argument që tregon se ringjallja nuk është diçka kaq e largët dhe e pabesueshme siç pretendojnë. Mjafton që njerëzit të shohin pushtetin e Allahut në qiell dhe në tokë, për të kuptuar madhështinë dhe fuqinë e tij për gjithçka që dëshira. Ky pushtet dhe kjo madhështi hapet dhe le pa fjalë dietarët me të mëdhenj. Ata e kuptojnë se krijimi i gjithë kësaj gjithësie me madhështinë e saj dhe ato krijesa të shumta në to është diçka shumë më e madhe se sa thjesht rikrijimi i një njeriu që ka vdekur. Një njeri logjikshëm që beson dhe dëshmon pushtetin e Allahut për gjithë këto krijesa madhështore, kur nuk do të vinte në dyshim pushtetin e tij për të ringjallur krijesat. Por këta përsëri e mohojnë ringjalljen, sepse ky është një lajm për të fshehitën dhe deri tani nuk kanë parë gjë me sytë e tyre. Ky është arsyetimi i tyre. I lartësuari thot, nëse do të dëshironim, ne do t'u ashemnim tokën në këmbë ose do të bënim që të binin copa. Dënimin nga qielli mbi ta. Ai mund t'u zbresë ndonjë dënim nga qielli ose t'i përpi tokën në këmbët e tyre, sepse ai është pronari i qiejve dhe tokës dhe ato janë nën sondimin e tij. Nëse ai do t'i urdhëronte, ato kur nuk do ta bënin dysh fjalën e tij. Për këtë arsye, keni kujdes dhe mos këmbëngullni në mohimin tuaj, sepse kështu do të meritoni me të ashprin dëshkim. Me të vërtetë, në këtë ka argument për çdo rob që kthehet. Tek Allahu i penduar e i bindur. Në krijimin e qiejve të tokës dhe në krijesat e shpërndara në to ka shenja dhe argumente për çdo njeri që do të kthehet tek Zoti dhe t'i përulet atij. Sa më i përulur dhe i nështruar të jetë robi ndaj Zotit, aq më shumë do të përfitojnë nga shenjat dhe argumentet e tij, sepse i penduari dhe i përuluri përkushtohet Zotit e vet. Të gjitha dëshirat dhe synimet, vullneti dhe ambicjet e tij janë drejtuar për tek Zoti dhe kënaqësia e tij. Ai i kthehet Zotit për çdo çështje dhe në çdo çast. Kështu, ai është gjithmonë pranë Zotit dhe i vetmi shëtisim dhe qëllimi i tij është si ta kënaqë krijuesin e tij. Për këtë arsye, shtrimi dhe meditimi në krijesat e Zotit është diçka që atij i sjell dobi dhe nuk është thjesht në shikim i pavëmendshëm e i padobishëm. Me të vërtetë, ne i kemi dhe Davudit dhundi prej nesh, dhe kemi thënë, o male, i hani në ladërimin tim bashkë me të Davudin, po ashtu edhe ju shprend dhe ne ja zbutëm atij e kurin. Ne i dham Davudit një dhuntit e madhe nga ana jon, o male dhe shpend. Furni laude, për Allahun së bashku me të, me Davudin. Ne i dham robit dhe adhuruesit ton të dashur Daud së mirësit të shumta. Ne i dhuruam atij diturit të dobishme dhe veprat e mira. I dhuruam mirësit të shumta si fetare, ashtu edhe të kësaj dynjaje. Ndër mirësit e shumta ishte që Zoti ju uroi malet, kafshët dhe shpendet, që të ladronin atë së bashku me Daudin dhe të përsërisnin tasbihun që ai këndonte me zërin e tij të bukur. Kjo ishte një mirësi me të cilën Zoti e dalloi Daudin sepse nuk ia kishte dhënë askujt, as para dhe as pas tij. Kjo ishte një shenjë e jashtëzakonshme, që i nxiste njerëzit që t'i bënin tasbih Zotit, kur shihnin dhe dëgjonin ato sende, kafshë e gjallësa që përsërisnin tasbihun dhe ladërimet për Zotin e tyre. Kjo ishte një nxitje shumë e madhe që njerëzit të kujtonin Zotin dhe ta përlevdonin atë. Shumë dietar thonë se zëria e tyre krijesave ishte si një jonë melodi që shoqëronte zërin e Daudit kur ai këndonte për lëvdimet. Allahu i kishte dhënë Daudit një zë jashtëzakonisht e bukur, që asnjë nuk e kishte pasur. Kur ai këndonte ritmikisht ato ladërime për Zotin me atë zë të pashëmbullt, çdo gjë rreth tij i përgjigjej, njerëz, gjinde, madje edhe zogjt, edhe malet bënin tasbih së bashku me të. Gjithashtu, prej mirësive të mëdha që Zoti i kishte dhënë Daudit ishte edhe shpërblimi i madh për këto tasbihe. Ai merrte shpërblim edhe për ladërimet e këtyre krijesave, sepse ishte ai që i nxiste të kryenin këto adhurime. Një tjetër mirësi ishte edhe kjo që Zoti e përmend në këtë ajet. Dhe i tham ne atij, punët e pancire ke misha të hekurit të gjerë. Thuri ato në masat e nevojshme dhe punu veprat e mira. Me të vërtet, unë shoh çka punoni ju. Ne e zbutëm hekurin për ta punuar. Ne i tham punu parzmore. Hekurit të gjërat dhe thuri me saktësi ato. Zoti ja zbuti hekurin, që ai të prodhonte parzmore, madje edhe i mësoi si ti punonte ato në formën me të bukur, të fortë dhe të përshtatshme. Daudi punonte ato hallkë pas hallkë dhe i thurte me njëra tjetër. I lartësuari thot, dhe bëni veprat e mira se unë shikoj atë që bëni ju. Pasi përmendi të mira që i dhuroi Daudit e familjes së tij, Zoti e urdhëroi që të ishte mirënjohës dhe të bënte veprat e mira. Ai e urdhëroi që të ndjente mbikëqyrjen e Allahut, duke rregulluar vetvete, sepse Allahu i shikon të gjitha veprimet dhe është mbikëqyrës si gjithçkaje. Allahut nuk i fshihet asgjë nga veprat e robërve. Dhe ja nështruam ne Sulejmanit, frymën,
me të cilën udhëtimi i paraditës ishte sa 1 muaj, e ai pas ditës po ashtu sa 1 muaj, dhe ne kemi bërë që t'i rrjedh atij bakri prej burimit që ecën uji dhe disa nga gjindet e nështroi që të punojnë para syve të tij, me urdhërin e Zotit të tij. Kushto prej tyre që largohet nga urdhri ynë, kemi bërë që ai ta shijojë dënimin e zjarrit. Sulejmanit ne ja nështruam erën, me të cilën udhëtimin e 1 muaji me mjetet e zakonshme e bënte për një paradite dhe kthimin nga ai brenda një pasditeje. Pasi përmendi mirësitë dhe veçoritë që i dhuroi Daudit, Allahu i lartësuar vijoi që të përmend mirësitë që i dhuroi birit të Daudit, Sulejmanit. Allahu i madhruar nështroi erën që të ishte nën urdhrat e Sulejmanit, ajo frynte ande nga urdhrat e Sulejmani dhe mbarte Sulejmani me ushtrinë e tij nga të dëshironte ai. Ata lëviznin shumë shpejt, aq sa distanca që zakonisht bëheshin për muaj të tërë, ai bënte brenda ditës. Sot i thot, ne bëm që ti nështruaj era, me të cilën udhëtimin e 1 muaji me mjetet e zakonshme bënte për një paradite. Gjithashtu dhe kthimin brenda një pasditeje. Edhe kthimi pasdite ishte i njëjtë. Ne bëm që të rrite për të një burim bakri, i shkrire, dhe ja nështruan gjindet që, me urdhrin e Zotit, të punonin sipas dëshirës së tij. Dhe kush largohej prej tyre nga urdhri ynë, ne e bënim të shijonte dënimin e zjarrit përvelues. Allahu i madhëruar i mundsoi të gjente burimet e mineralit të bakrit dhe që prej tij të bënin enë dhe mjetet e tjera. Allahu i madhëruar i nështroi atij shejtanët dhe gjindet, të cilët nuk e bënin dysh fjalën e tij. Madje, kush largohej prej tyre nga urdhri ynë, ne e bënim të shijonte dënimin e zjarrit përvelues. Ata i punonin atij që dëshironte, të mpujt dhe përmendore, enë të gjera si rezervuar dhe qypa të mëdhej, të palëvizshëm për shkak të madhësisë. O familje e Davudit, punoni duke falendëruar Perëndim. Pak nga robërit e mia janë falendërues. Ata gjindet bënin për të gjithçka që ai dëshironte, tempujë, skulptura, legena të gjera si rezervuare dhe kazan, gatimi të mëdhenj të palëvizshëm. Ata punonin gjithçka që urdhëronte dhe dëshironte Sulejmani pa e bërë dysh fjalën e tij. Ata ngrinin ndërtesa gjigande, shumë të bukura e të forta. Ata bënin skulptura me pamje kashësh dhe sendeshte pa shembullta në aspektin e jeshis dhe perfeksionit artistik. Gjithashtu, bënin enë të mëdha që ngjanin si rezervuare, sepse duheshin për të gatuar ushqim. Ata kishin kazan të mëdhenj që nuk mund të lëviznin nga vendi. Pasi përmendi mirësitë e tij mbi ta, Allahu i madhruar i urdhëroi që të ishin mirënjohës për to, tregoni mirënjohës o familja e Daudit. Këtu bëjnë pjesë Daudi, fëmijët dhe familja e tij, sepse këto ishin mirësi për të gjithë. Shumë nga këto mirësi i gëzonin të gjithë të tjerët. Bëni veprat e mira, si falënderim dhe mirënjohje për atë që Zoti ju ka dhënë. Por, pak nga robërit e mi janë mirënjohës. Shumica nuk i janë mirënjohës Allahut për mirësitë që u ka dhuruar dhe për të keqijat nga të cilat i ka ruajtur dhe shpëtuar. Mirënjohja është ndjenja e zemrës për mirësitë që Allahu të ka dhuruar duke treguar varfërinë dhe nevojën e madhe që ke për Allahun, si dhe shfrytëzimi i këtyre mirësive në bindje ndaj Allahut. Mirënjohja është gjithashtu që të mos i shfrytëzosh mirësitë e Zotit në vepra të keqija dhe në mosbindje ndaj tij. Kur ne atij ja caktuam vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush për vdekjen e tij, po skrimit të drurit i të ja briti shkopin. Dhe, pasi u rrëzua Sulejmani, i u shkatërua shkopi, u bë e qartë se gjindet, sikur ta dinin të padushme vdekjen e tij, nuk do të mbetin në dënimin e pëshëruar. Kur ne vendosëm që ai të vdiste, askush nuk i njoftoi ata. Gjindet për vdekjen e tij, përveç në krimit e vogël që brejti shkopin e tij. Shejtanët vazhdonin të punonin për Sulejmanin dhe të përmbushnin çdo urdhër të tij. Ndërkohë, shejtanët i kishin mashtruar njerëzit dhe u kishin thënë se ata e dinin të fshehtën, se dinin të shihnin të armën dhe çdo gjë që ndodh. Por Allahu i madhruar deshi që tua zbulonte njerëzve gënjeshtrën e shejtanëve në këtë pretendim. Kështu, shejtanët vazhduan të punonin për Sulejmanin kur Allahu vendosi që ta merrte profetin e tij. Sulejmani ndroi jetë dhe qëndronte mbështetur në shkupin e tij. Sa herë kalonin pranë tij dhe e shikonin të mbështetur në shkupin e tij, shejtanët mendonin se ishte ende gjallë dhe e kishin frikë. Ata vazhduan të punonin për një vit rresht, sikurse është thënë. Kështu vazhduan, ndërsa krimbi hante ngadalë shkopin e Sulejmanit. Kur shkopi u thye, Sulejmani u rrëzua. Atëherë shejtanët u prapën dhe u larguan nga shërbimi i Sulejmanit. Vetëm kështu e kuptuan njerëzit se shejtanët nuk e dinin të fshehtën. Kështu, vetëm kur ai u rrëzua, e pan gjindet qartë se sikur ata. Gjindet të dinin të fshehtën, nuk do të kishin vazhduar të qëndronin në mendimin e rënd. Ata kur nuk do të vazhdonin ta bënin atë punë të vështirë. Nëse do të dinin të fshehtën, atëherë do të dinin edhe për vdekjen e Sulejmanit, që ishin duke e pritur me padurim, që të shpëtonin nga nështrimi e vuajtja. Me të vërtetë, banorët e Sabës kanë pasur argument të madh në vendbanimin e tyre, 2 kopshte në të djathtë dhe në të majtë të lumit.
U kemi thënë, ani nga ato që u ka furnizuar Zoti juaj dhe falenderoni atij. Ky është visi mrekullueshëm, e Zoti juaj është Zot që fal shumë. Sebej ishte një popull i njohur që jetonte në rrethinat e Yemenit. Vendbanimi i tyre quhej Merib. Allahu i lartësuar, nga mëshira e madhe dhe butësia e tij me njerëzit në përgjithësi dhe me arabët në veçantë, tregoi në këtë Kur'an historitë e popullve të ndëshkuar dhe të shkatëruar që kishin jetuar rreth rrotull arabe. Shumë nga gërmadhat e tyre ende mund të shiheshin nga njerëzit dhe historitë e tyre transmetoheshin brez pas brezi. Kjo e bëri me të thjeshtë që ata të pranonin Kur'anin dhe të besonin mesazhin e tij. I lartësuari thot, në vendbanimet e popullit të Sebe, i pati shenja të shumta, të mirësive të Allahut. Në vendin ku ata jetonin, Zoti u kishte sjell shenja madhështore. Shenjat për të cilat flitet këtu janë mirësitë e shumta dhe mbrojtja nga çdo e keqe që Allahu kishte mundsuar. Kjo duhet t'i bënte që të adhuronin Allahun si një të vetëm dhe të tregoheshin mirënjohës ndaj tij. Pastaj i lartësuari i shpjegoi me hozish këto shenja, atje ndodheshin dy kopshte, nga ana e djathtë e lubinës dhe nga ana e majtë. Ani nga begatitë e Zotit tuaj dhe jeni mirënjohës ndaj tij. Ky është një vend i mirë dhe Zoti është falës i madh. Mes këtyre dy kopshteve të begatshme ishte një lubinë, në të cilën rrite një lumë me ujë shumë dhe i rrëmbye. Për këtë arsye, ata kishin ndërtuar një penë të madhe e të mirë projektuar që t'i ruante nga përmbytjet dhe që të mblidë ujin që ta përdorin kur të dëshirojnë. Kështu, kur vinte sezoni i shirave, uji mblidhej aty, të cilën ata e shpërndanin me vonë në kopshtet e lulëzuara e madhështore. Aq të shumta ishin prodhimet, saqë të gjithë i kishin zili. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar i urroi që të ishin mirënjohës për gjitha këto mirësi që u kishte dhuruar. Ndërto ishin këto dy kopshte, nga të cilat u vinte shumica e prodhimeve të tyre. Allahu e quan vendin e tyre si vend i mirë, sepse kishte një klimë të mrekullueshme dhe ajër të pastër. Ata nuk vuanin nga pluhuri e tymi dhe jetonin një jetë të këndshme. Allahu premtoi se, nëse tregoheshin mirënjohës, do t'ua falte gjinohet dhe do t'i mëshironte. Ata u shmangën prej rrugës së drejtë dhe na u dërguan vëshimin e arrimit, duke e shkatëruar penden, dhe kopshtet e tyre u zëvendësuan me kopshtet e tjera, me frute të idha lloj drunjesh, tamarisk dhe paklotusa grosheza. Po ata i kthyen shpinën. Allahu dhe ne lëshuam kundër tyre vëshimin e digës, ata kundërshtuan urdhrin, duke mohuar Allahun dhe duke u treguar mosmirënjohës ndaj tij. Për këtë arsye, Allahu i ndeshkoi pikërisht duke i privuar nga ato mirësi, të cilat u bën shkak që ata të kalonin kufit në gjino e mosbesim. Ai lëshoi mbi ta ujin e furishëm që i kaloi diga që kishin ndërtuar. Ajo ishte një valë e madhe uji, që u shkatëroi të gjitha kopshtet e tyre. Ato shndruan në një vend me bime pemë të padobishme. Allahu i madhuar thot, dhe dy kopshtet e tyre u kthyen në kopshte me fruta të idha, kopër dhe pak sidër të egër. Tokata njësitë shumë pak prodhim dhe disa lloje pemësh të padobishme. Kjo erdhi sipas punës që bënin. Ashtu sikur se ata e zëvendësuan mirënjohjen me mohimin dhe poshtërsitë, po ashtu Allahu a zëvendësoi ato mirësi me atë që u përmend. Kështu ata i kemi dënuar për shkak të mohimit, a mos dënojmë ne dik, pos mohuesve jo mirënjohësve? Pe çuditse. Ky që shpërblimi që u dhom atyre për shkak të mosbesimit. Me këtë lloj shpërblimi ne dënojmë veç mohuesit. Ky lloj ndeshkimi u jepet veç atyre që mohojnë dhe në çmojnë mirësitë e Zotit, duke u treguar mosmirënjohës për to. Dhe ne kemi bërë në mes tyre dhe vendpanimeve që i kemi bekuar, vendpanime të lidhura dhe të rregulluara, dhe ne e kemi caktuar në për to udhëtimin. U kemi thënë, udhtoni në për to, në atë ditë të sigurt. Dhe mes tyre dhe qyteteve që i patëm bekuar. Në Sham, ne patëm vendosur qytete në vende të dukshme dhe ju a bëm udhtimin të lehtë, udhtoni të sigurt në për to natën e ditën. Ndër mirësitë e shumta ishte edhe udhtimi i sigurt për tregtinë e tyre. Allahu i lartësuar e dinte mirë se ata kishin nevojë për të udhëtuar drejt tokave të bekuara të Shamit ose të Yemenit, sikurse janë të mendimit shumë dietar se selef të tefsirit. Për këtë arsye, Allahu bëri të mundur çdo gjë të nevojshme që udhëtimet e tyre të tregtisë të ishin të sigurta dhe të lehta. Ata udhtonin të qetë, sepse të gjitha vendbanimet kishin lidhje me njëra tjetrën, duke menanuar kështu shumë vështirësi dhe duke patur shumë begati. Nuk humbisin për ato udhëtime. Allahu thot gjithashtu, udhtoni të sigurt në për të natën e ditën. E tillë ishte mirësia që Zoti u dhuroi. E ata thanë, o Zoti ynë, bëne me të madhe distancën në mes udhëtimeve tona. Andaj, i bëndëm vetes, dhe ne i bëm ata objekt për t'i marrë në përgoj, dhe ata plotësisht që i kemi shpartalluar. Dhe, në këtë, ka argumente për çdo të durueshëm dhe falënderues. Por ata, të velur nga mirësitë thanë, o Zoti ynë, beje udhëtimet tona më të largëta. Ata i kthyen shpinën mirënjohjes ndaj Zotit dhe adhurimit të tij.
Ata shprehen pa kënaqësi dhe i nënçmuan ato mirësi, madje dëshironin që udhëtimet e ishin të largëta, ure kishin aq të lehtë të udhtonin mes tyre. Kështu, ata thoshin, o Zoti ynë, bëj udhëtimet tona më të largëta. Dhe kështu e ngarkuan veten me padrejtësi. Ne i bëm ata e fenja, që tregohen gojë me gojë dhe i përndan plotësisht. Pasi i goditin dëshkimi, ata u shpërbën si popull dhe u shpërndan. Zoti bëri subjekt tregimesh që tregohen ndër njerëz për t'u argëtuar e kaluar kohën. Madje, ata merreshin si shembull për përçarjen që u ndodhi, duke thënë, u përçan dhe shpërndan, si populli i Sebeit dhe çokush fliste për atë që u ndodhi atyre. Por të tilla mesime u lejnë veç se një kategori të veçantë njerëzish, për të cilët Zoti i thotë, në këtë ka argumente për çdo durimtar e mirënjohës. Për ata që janë durimtarë në çdo vështirësi e fatkeqësi dhe i bëjnë ballë atyre veç për hir të Allahut, për ata që nuk revoltohen ose të rebelohen kundër Zotit, por e presin me zemër të qetë mirënjohëse për mirësitë e Zotit. Ato zemra i njohin dhe i vlerësojnë mirësitë që Zoti u ka dhënë. Ata e lavdërojnë dhe përlevdojnë Zotin dhe i përdorin mirësitë veç në bindje ndaj Tij dhe për kënaqësinë e Tij. Këta lloj njerëzish, kur dëgjojnë historitë e tilla, e kuptojnë mirë mesazhin dhe janë të bindur se ajo që ndodhi ishte shpërblim i merituar për mohimin e Zotit dhe mos mirënjohjen ndaj Tij. Ata e dinë mirë se çdo kush që vepron si ata do të ndeshkohet një lloj si ata. Ata e kuptojnë se mirënjohja ndaj Allahut është siguria dhe ruajtja më e mirë e mirësive të Tij dhe larguese e çdo fatkeqësie. Ata besojnë se profetët e Zotit janë të vërtetë besnik në atë që kanë kumtuar prej Zotit dhe se dënimi e shpërblimi i Tij është i vërtetë, ashtu siç janë të vërteta këto shembuj që na japën në këtë dyna. Me të vërtetë, Iblisi e realizoi paramendimin e tij për ta, dhe ata shkuan pas tij, pos një grup besimtarësh. Në të vërtetë, shejtani e realizoi mendimin e vet në lidhje me ta dhe ata e pasuan atë, populli i Sebeit ishte nga ata tek të cilët u vërtetua dhe u realizua ai premtim që Iblisi bëri para Zotit. Ai tha, siç përmendet në ajetin kuranor, betohem me krenarinë tënde, se kam për t'i shmangur prej rrugës së drejtë që të gjithë, përveç atyre që janë të sinqertë nga robëritë e tu. Sa 82-83. Ky ishte një mendim dhe supozim i Iblisit, sepse ai nuk e dinte të fshehtin. Kjo ishte ajo që Iblisi mendoi, pra, se do t'i humbiste të gjithë, përveç një pakice, që janë të sinqertët. Populli i Sebeit bënin pjesë në grupin e humbur përveç një pakici besimtarësh. Këta të zgjedhur ishin nga ajo pakicë të cilët nuk i mornin mirësitë e Allahut. Këta mirënjohës kursesin nuk mund të ishin nga ata që binin prej mashtrimit të Iblisit. Megjithatë, ka shumë mundësi që historia e popullit të Sebeit të ketë mbaruar tek ajeti, në këtë ka argumente për çdo durimtar e mirënjohës. Pastaj vijohet për njerëzit në përgjithësi, në të vërtetë, shejtani e realizoi mendimin e vet në lidhje me ta dhe ata e pasuan atë. Pra, flet për ata njerëz që e pasuan Iblisin në rrugën e tij. Në vijim, Allahu i madhruar thotë: "Ai Iblisi nuk ka pasur kurfar pushtetin mbi ta, ne vetëm kemi dashur të zbulojmë se kush beson në jetën tjetër e kush dyshon e të. Zoti yt është mbikëqyrës si çdo gjëje." Ai Iblisi nuk kishte asnjë pushtet mbi ta, ai malkuar nuk është se kishte ndonjë pushtet imponuese në shtrues në lidhje me atë që dëshironte prej tyre, por ishte urtësia e Allahut që e lejoi atë të bëjë vezvese, tua zbukuroi tek këqijat njerëzve, aq sa duket sikur merr një farë fortë mbi ta. Kështu i sprovoi Zoti bijtë e Ademit me një qëllim të rëndësishëm, por ne dëshiruam që të dallohet ai që beson në botën tjetër prej atij që ka dyshim për të. Nëpërmjet këtyre joshjeve dhe sprovave do të realizohet qëllimi i kësaj jete, pra dallimi i qartë të sinqertëve nga mashtruesit, për të dalë në pa ata që e kanë imanin të saktë dhe të qëndrueshëm gjatë sprovave, dyshimeve e trillimeve të shejtanëve, nga ata që kanë iman të dobët dhe të paqëndrueshëm, që lëkundën me dyshimin dhe pasiguritme të vogla, dhe ndron rrugë që me ftesën e parë në humbje. Kështu, Allahu i madhruar e ka bërë këtë dynja që robërit të sprovohen dhe të dalin në palë i keq nga i miri. E Zoti yt është mbikëqyrës mbi gjithçka. Ai mbikëqyr dhe kujdeset për të gjithë robërit dhe i ka ruajtur edhe veprat e tyre. Ai i ka llogaritur ato dhe ruan të sigurt edhe shpërblimin për to. Ai ka përtua dhe shpërblimin të plot dhe pa ia paksuar askujt hakun e vet. Thuaj o Muhamedi, thini ata të cilët i konsideroni zotëra, pos Perëndis. Ata nuk në pushtet as hapesha një thërmje, as në qiell as në tokë, nuk ka për ta idhujtarët, as në qiell as në tokë ndonjë shokë, dhe Perëndia, nga ata, nuk ka kurfar ndihmësi. Allahu i lartësuar o uron profetin e tij që të drejtohet me këtë mesazh dërgjegjësues i dhujtarëve që adhuronin edhe krijesat, që nuk kanë asnjë fuqi e mundësi për të sjellë asnjë dobi apo dëm, le të mendojnë këta të mirë në këtë mesazh, që nëse e kuptojnë, atëherë do të kuptojnë edhe kocina e adhurimeve që ata i përkushtojnë këtyre idhujve të pafuqishëm. Thuaj: O Muhammed, thërrisni ata të cilët i menduat për zota veç Allahut. Provoni të luteni atyre idhujve që pretendoni se janë shok e partner me Allahun në pushtetin e tij.
Shikoni, a do t'ju sjellin ndonjë dobi? Pikçudica ata janë krijesa të dobëta e të pafuqishme dhe kur nuk mund të përgjigjen lutjeve tuaja. Ata nuk kanë asnjë grimc pushtet as në qiell dhe as në tokë. Allahu thotë, ata nuk kanë pushtet as sa një grim as në qiell as në tokë dhe as kanë pjesë në to. Ata nuk kanë asnjë pushtet në duart e tyre apo të jenë pjesëtar e partner në pushtetin e dikujt tjetër. Këta idhuj që adhuroni nuk kanë pushtet në duart e tyre dhe nuk janë pjesëmarrës si ortak në ndonjë pushtet në qiell dhe në tokë. Por pas kësaj, dikush mund të mendojë se ata janë ndihmës të mbretit ose aleate mbështetës të tij, dhe kështu ka mundësi që lutja e tyre drejtuar mbretit mund të jetë e dobishme dhe të ndihmojë lutësit për vetë nevojën që mbreti ka për të. Në këtë mënyrë, këta edhe mund të kryejnë të përmbushin ndonjë kërkesë të atyre që u lutën dhe lidhen me ta. Por Allahu i lartësuar mohon edhe këtë pretendim që mund të zërë vend në zemrën e dikujt dhe thotë, dhe ai nuk ka nevojë për ndonjë ndihmëtar prej tyre. Allahu i plotfuqishëm dhe i vetëm nuk ka nevojë për asnjë nga krijesat e tij dhe nuk ka nevojë për ndihmëtar, mbështetës dhe aleat nga këta idhuj, të cilët njerëzit i mendojnë se mund t'u sjellin ndonjë dobi. Ai nuk ka ndihmëtar që ta ndihmojnë në mbretërimin, veprat dhe për kujdesin e tij për krijesat. Në fund mbetet edhe mundësia e ndërmjetësimit, që shumë njerëz i pretendojnë për idhujt e tyre. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar mohon edhe këtë mundësi, duke thënë: "Për dik tek ai nuk bën dobi angazhmi, përpos atij që i jep leje për të." Kur të hiqet frika nga zemrat e tyre, i thon shoqit, çka tha Zoti juaj? Përgjigjen të vërtetën. Ai është i lartësuar dhe i madh. Dhe asnjë ndërmjetësi nuk bën dobi te ai përveç atyre që ai u jep leje për të ndërmjetësuar. Këto janë arsyet kryesore për të cilat lidhen idhujtarët me idhujt e tyre prej putave, njerëzve, pemëve, gurëve eti. Por Allahu i lartësuar i hodhi poshtë të gjitha ato dhe na tregoi kotësinë e tyre. Ai na sqaron hollësisht bazat e kota mbi të cilat ndërtohet shirku dhe i rënon ato që nga themeli. Idhujtarët adhurojnë idhujt për diçka që e shpresojnë prej tyre. Shpresa për të përfituar diçka i bën ata që të bëjnë vepra idhujtarje. Kësaj kategoria Allahu tregon se idhujt që ata i lusin nuk kanë ndonjë pronësi e pushtet mbi botën e nuk zotërojnë asnjë grimc, dobje ose dëmi. Ata nuk janë partner, ndihmëtar e aleat me atë që i kanë në dorë ato dhe as nuk mund të ndërmjetësojnë tek ai. Duke qenë se idhujt nuk zotërojnë gjë prej dobisë e dëmit, as nuk janë partner e aleat të Zotit dhe as nuk mundën të ndërmjetësojnë pa lejen e tij. Atëherë adhurimi, lutjet drejtuar atyre dhe lidhja e zemrës me ta janë të kota. Çdo lloj adhurimi përkushtuar atyre është jo vetëm i ndaluar nga ligji i Zotit, por është edhe kundër logjikës së drejtë dhe natyrës së pastër njerëzore. Ky lloj adhurimi jo vetëm që është i kotë dhe nuk u sjell asnjë dobi, por çështja do të kthehet tërësisht kundër tyre dhe zbatuesit e idhujtarisë do të dënohen. Ditën e gjykimit ata do të mojnë dhe do të distancohen nga njëri tjetri. Ata do të mallkojnë njëri tjetrin dhe vendi i tyre do të jetë zjarri, siç thotë i lartësuari, kur të mbledhen bashkë të gjithë njerëzit në ditën e llogarisë, ata idhujt do të jenë armiqtë e tyre dhe do t'u amojnë adhurimin që u përkushtuan. A ka 6? Subhanallah, sa e çuditshme. Idhujtari tregohet kryeneqe me ndjemat duke u arsyetuar se profetët janë veçse njerëz, prandaj nuk i pason, kurse nga ana tjetër e udh veten të adhurojë gur e drur, që janë diçka pa jetë pa asnjë forcë. Ai largohet dhe refuzon adhurimin me sinqeritet të mbretit të gjithëmshirshëm, që do t'i marrë në llogari të gjithë me drejtsinë e tij dhe, nga ana tjetër, kënaqet duke adhuruar diçka që dëmin e ka shumë më afër se dobin. Këta të mirë çuditërisht pranojnë t'i binden dhe nështrohen me të ashprit dhe të pamëshirshmit armik, shejtanit të mallkuar. Mendo pak në fjalën e Allahut, kur thotë dhe kur të largohet frika nga zemrat e tyre. Melekëve, ata do të thonë, çfarë tha? E urdhëroi Zoti juaj. Pa ata, melekët e lartë do të thonë të vërtetën dhe të drejtën. Ai është më i larti, më i madhi. Ka mundësi që këtu të bëhet fjalë për idhujtarët, sepse ata janë përmendur në kontekst dhe sipas rregullit të gjuhës arabe, për emrat vetor i referohen atij që është përmendur më afër në kontekst. Kuptimi në këtë rast është ditën e Kiametit, kur zemrat e idhujtarëve të boshatisen nga frika dhe të fillojnë që të mendojnë, ata do të pyeten për gjendjen e tyre në dyna dhe për faktin që e mohojnë të vërtetën. Pikërisht atë ditë do të dalë në shesh ajo që e fshinin me parë dhe do të mësojnë se gjithë e vërteta i takon Allahut. Ata do të pranojnë gjunoat e tyre. Atë ditë ata do të pyesin çfarë tha Zoti juaj. Dhe do të thonë të vërtetën. Ai është më i larti, më i madhi. Ai është i lartësuar në qenien e tij, si për të gjitha krijesave, duke sunduar dhe nështruar gjithçka. Ai është i lartësuar për të gjitha cilësitë e tij madhështore, të përkryera dhe absolute. Ai është El, Kebir, pra, i madhi, i madhruari në veten që njeh në vetë dhe në emrat dhe cilësitë e tij. Tregues i lartësisë së tij është edhe fakti që janë pikërisht ligji dhe vullneti i tij ata që zbatohen në botë
dhe shpirtrat nështrohen për t'i përmbushur ata. Të gjithë janë nështruar ligjit dhe rregullit e tij, madje edhe shpirtrat e kryeneqeve dhe i dhujtarëve. Ky kuptim është më i dukshëm edhe për të tregon edhe konteksti. Por ka mundësi që të bëhet fjalë për melekët, të cilët, kur Allahu i madhruar flet për shpalljen hyjnore, ata e dëgjojnë dhe bien përmbysë pa ndjenja para Allahut. Në këtë gjendje, i pari që e ngre kokën është Xhibrili Atës dhe Allahu i flet atij për t'i dhënë pjesën e shpalljes që do të japë. Pasi melekët qetësohen, ata fillojnë të pyesin njëri tjetrin për atë fjalë që i bëri të vëzohen pa ndjenja dhe thonë: "Çfarë tha Zoti juaj?" Pastaj i përgjigjen njëri tjetri duke thënë ka thënë të vërtetën, sepse din që ai thotë veçse të vërtetën. Ose thonë, tha kështu ashtu, duke përmendur fjalët që dëgjuan dhe sigurisht që ato fjalë janë të vërteta. Sipas këtij kuptimi, ajeti vijon me një mesazh për idhujtarët, ju që adhuroni këta idhuj, që nuk mund t'ju sjellin asnjë dobi, si mundet të devijoni nga rruga e Zotit dhe ta shpërfyeni atë, si është e mundur që të mos tregoni të sinqert për Allahun dhe t'ia dedikoni vetëm atij të gjitha adhurimet tuaja, si nuk i friksoheni Zotit të madhruar dhe të lartësuar, që nga madhështia e tij, edhe melekët më të afërt e më të nderuar, kur dëgjojnë fjalën e tij, përzohen përmbys nga përulësia dhe frika për Zotin. Ata pranojnë dhe besojnë fjalën e tij dhe ai thot gjithmonë të vërtetën. Si është e mundur që këta idhujtar treguan kryeneqe e mendje mdhenj dhe nuk nështrohen për të adhuruar këtë Zot të madhruar, që është absolut në pushtetin dhe sundimin e tij. U lartësoft dhe u madhroft Allahu i lavdruar. I lartësuar qoftë ai nga ajo që i shoqërojnë idhujtarët. Thuaju, kush u furnizon juve prej qiejve dhe prej tokës? Thuaju, Perëndia. Në të vërtetë, na ose ju jemi në rrugën e drejtë ose në humbje të qartë. Allahu i madhruar urdhëron profetin e tij Muhamedin a.s. që të drejtohet atyre që bëjnë shirk dhe t'i pyesë se në çfarë argument bazohen për shirkun e tyre. Ai thotë, thuaj, kush ju furnizon ju nga qiejt nga toka? Ata patjetër do të pranojnë dhe pojnë se është Allahu ai që e bën. Por edhe nëse ata nuk e pojnë diçka të tillë, ti thuaj Allah. Askush nuk mund ta hedhë poshtë këtë pojmë. Atëherë, duke qenë se është Allahu i vetmi që ju furnizon nga qielli dhe toka, që ju lëshon shiun, që ju nxjerr bimësinë dhe bën që të rrjedhin për ju lument, ju furnizon me frutat e shumta që vurin në shërbimin tuaj llojet e kafshëve, si furnizim dhe në dobin tuaj, atëherë përsa adhuroni së bashku me Allahun diçka tjetër, që nuk ju jep asnjë furnizim dhe nuk ju sjell asnjë dobi e mirësi. Piçëdit se pastaj thuaju atyre, o Muhammed, atëherë, ose ne ose ju jemi në rrugë të drejtë, ose në një humbje të dukshme. Njëri nga dy grupet, pra, ose ne, ose ju, është i udhëzuar ose i zhytur në një humbje të thellë dhe të qartë. Për të gjykuar se cili nga grupet është i udhëzuar e cili zhytur në humbje, mjafton të shohim në çfarë fton secili dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë. Profeti fton në adhurimin e Allahut si një të vetëm, te atij që është krijuesi të gjitha krijesave dhe ai që kujdeset dhe rregullon çdo çështje. Ai është dhuruesi i të gjitha mirësive. Është Allahu që ju furnizon dhe dhuron mirësin nga bujaria e tij. Është ai që e largon nga ju çdo ligësi dhe ju shpëton nga çdo vështirësi. Allahut i takojnë të gjitha lavdërimet, i gjithë sundimi e mbretërimi. Të gjithë melekët dhe çdo krijesë tjetër poshtë tyre janë të nështruar para madhështisë së tij dhe frikës nga ai. Atë kanë frikë të gjithë, madje edhe ndërmjetësuesit. Askush nuk mund të ndërmjetësoj pa lejen dhe kënaqësinë të lartësuarit e të madhruarit. Allahu është i lartësuar dhe i madhruar në qenjen e tij dhe në cilësitë dhe veprat e tij. Ai është i përshkruar me çdo cilësi atribut absolut të bukur e të mrekullueshëm. Atij i takon bukuria e plot, madhështia, lavdërimi, të gjitha përlevdimet. Profeti na fton që t'i afrohemi Allahut, që është i përshkruar me këto cilësi të mrekullueshme dhe t'ia përkushtojmë të gjitha adhurimet me sinqeritet vetëm atij. Gjithashtu, ai na ndalon nga adhurimi i çdo gjëje tjetër veç Allahut. Ndërsa nga ana tjetër janë ata që u dedikohen idhujve, kultove e vareve. Ata betohen në emërt e tyre, i adhurojnë dhe u afrohen këtyre krijesave, që as nuk mund të krijojnë e furnizojnë dhe që nuk sotërojnë asnjë lloj të mira as të keqe, as për veten dhe as për të tjerët. Ata nuk kanë në dorë të ta marrin jetën ose të ta japin atë dhe nuk kanë pushtetin për të ringjallur. Ato janë thjesht sende pa jetë, që as nuk logjikojnë, as dëgjojnë gjë prej lutjeve të adhuruesve të tyre. Por edhe nëse do të dëgjonin, nuk do të mund të përgjigjeshin. Ditën e gjykimit, ata do të mohojnë këto adhurime, do të distancohen nga këta adhurues dhe do të mallkojnë njëri tjetrin. Ata nuk kanë asnjë grimc pushteti, apo të kenë pjesë në sundimin e Zotit dhe as nuk janë ndihmës e aleatët e Zotit. Ata nuk kanë mundësi të bëjnë ndonjë ndërmjetësim pa lejen e kënaqësinë e Allahut, por ata u lutën këtyre krijesave dhe u afrohen atyre me gjithçka që të munden. Përveç kësaj, ata tregojnë armiqësi kundër atyre që adhurojnë me sinqeritet Allahun dhe i përkushtohen vetëm atij.
Këta mohojnë profetët e Allahut, të cilët solën shpaljen nga Zoti, që urojnë për sinqeritet vetëm për Allahun një dhe të vetëm. Nëse mendon për këto dy grupe, nuk ke nevojë të mendohesh shumë për të dalluar se kush është i udhëzuar dhe kush është i humbur dhe i dënuar për jetë. Atëherë e kupton se cilën e pret lumturia e përjetshme dhe cilën dënimi e poshtërimi pafund. Gjuha e veprave është më e qartë se gjuha e fjalëve. Thuaju, ju nuk do të pyeteni për atë që kemi gabuar ne, as që ne do të përgjigjemi për atë që punoni ju. Thuaj, ju nuk do të gjykoni për gjinohet tona, e as ne nuk do të gjykoni për atë që bëni ju. Pi çudit se secili nga ne do të llogaritet për punën e vet. Ju nuk do të merreni në llogari për gjinohet tona. Edhe ne nuk do të pyetemi as do të mbajmë përgjegjësi për veprat tuaja. Për këtë arsye, le të jetë qëllimi ynë i përbashkët kërkimi së vërtetës dhe të drejtës dhe ndjekja e usëmirësisë dhe mbarësisë. Le të mos bëjmë pengesë veprat që kemi bërë më parë, që ne të mos ndjekim atë që e shohim si të vërtetë. Në këtë jetë, ne duhet të gjykojmë sipas asaj që shfaqet aptas. Njeriu duhet të ndjekë argumentet e së vërtetës dhe duhet të largohet e kotës. Por në ahiret, ai që gjykon është më i miri gjykatës, që do të bëjë ndarjen mes kundërshtarëve. Kjo duhet ju shqetësoj dhe për këtë duhet të kujdeseni. Thuaju, neve do të na tubojë Zoti ynë e do të gjykojë në mënyrë më të drejtë. Ai është gjykatës i drejtë i gjithdijshëm. Thuaj, Zoti ynë do të na tubojë ne dhe ju e pastaj do të gjykojë me drejtësi mes nesh. E jush, dhe ai është gjykatës i drejtë i gjithditur. Ai do të gjykojë dhe do të bëjë ndarjen e drejtë atyre që janë të sinqertë e të vërtetë nga ata që janë mashtrues, ata që meritojnë shpërblimin, nga ata që meritojnë dëshkimin. Ai është më i miri që bën ndarjen mes njerëzve. Thuaju, mi tregoni ata që ja përshkruani për shokat i Perëndis. Jo, kursesi, nuk do të mund ta bëjmë këtë, por vetëm ai është Perëndia, i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Thuaj, mi tregoni ata. Idhoj që ja keni shoqëruar atij si ortak. Thuaju atyre, o profet, por edhe ju që kryeni misionin e profetit. Mi tregoni ata idhoj që ja shoqëroni atij si ortak. Na tregoni ku janë ata idhoj dhe na tregoni mënyrën për t'i njohur ata. A janë në tokë apo në qiell? Ai që është i gjithdituri për të shfaqurën dhe të fshehtë na ka njoftuar se nuk ka në ekzistencë asnjë që të jetë shok e partner me Zotin, sikur se thotë i Madhruari, ata adhurojnë veç Allahut ata që nuk mund t'i dëmtojnë as nuk mund t'u sjellin dobi dhe thonë, këta janë ndërmjetësuesit tanë tek Allahu. Thuaj, vallë, ju do ta informoni Allahun për diçka që nuk e di ka, në qiell dhe në tokë. Pi çuditse i lavdëruar dhe i lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ata adhurojnë veç tij. Yunus 18. Me të vërtetë, Allahu i përket gjithçka që është në qiell dhe gjithçka që është në tokë. Ata të cilët adhurojnë idhujnë në vend të Allahut, shkojnë pas hamencimeve dhe nuk bëjnë gjë tjetër, por veç se gënjejnë. Yunus 66. Kështu, të gjithë robërit e zgjedhur të Zotit, si profetët dhe të dërguarit, e dinë mirë se Zoti nuk ka shok e partner. Me tregoni ju, o idhujtar, ata idhuj që ja shoqëroni Zotit me pretendimet tuaja të kota dhe boshe. Kjo është një kërkesë që, sigurisht, ata nuk kishin mundësi që t'i përgjigjeshin. Për këtë arsye, Allahu thotë, jo, ai nuk ka shok. Allahu nuk ka shok, partner, as ndihmëse të barabartë me të as të kundërt me të. Ai është Allahu i gjithfuqishmi i urti. Allahu është i vetmi që meriton të adhurosh e ti nënshtrohesh. Ai është krenari e ngallënimtari, i cili ka nështruar gjithçka. Çdo gjë tjetër është e përulur para tij, është nevojtare e dobët dhe në kujdesin dhe sundimin e tij. Allahu është i urti, i cili çdo gjë që ka krijuar e ka përkryer dhe çdo ligj që ka sjellë ndër njerëz, gjithashtu e ka përsosur në bukurinë dhe drejtsinë e tij. Mjafton vetëm fakti se në këtë sheria Allahu urdhëroi për tauhidin, për të kuptuar bukurinë dhe drejtsinë e tij. Ai urdhëroi për tauhid dhe sinqeritet të plot në përkushtim vetëm ndaj Zotit. Ai e deshi këtë gjë nga njerëzit dhe e bërisi të vetme në rrugë shpëtimi për ta. Ai ndaloi shirkun dhe lidhjen me zotat e tjerë dhe na tregoi se kjo është rruga e dëshpërimit dhe shkatërimit. Mjaftojnë vetëm këto urdhresa dhe ligje për të gjykuar me bindje se ky është një sheriat i drejtë dhe i urtë. Atëherë, si do të ishte nëse të gjitha urdhresat dhe ndalesat që ai ka ligjëruar janë vetë urtësia dhe mirësia? Na të kemi dërguar ty për të njerëzimin, si arriques dhe paralajmërues, por shumica e njerëzve nuk dinë. Ne të kemi dërguar ty veç si përgëzues dhe qortues për të gjithë njerëzit, Allahu i lartësuar na njofton se ai dërgoi profetët veç për të përgëzuar njerëzin, për t'u dhënë lajmin e mirë atyre për shpërblimin e madh dhe për t'u mësuar atyre çdo vepër të mirë dhe rrugë për arritjen e këtij shpërblimi. Ai është për të kërcënuar njerëzit nga ndëshkimi i Allahut dhe për t'u tërhequr vërejtjen për çdo vepër të keqe që bën të meritueshëm dëshkimin e tij. Kështu, ti, o profet, nuk ke asgjë në dorë prej çështjeve të Zotit. Për këtë arsye, çdo kërkesë që njerëzit inatçor dhe arrogant të parashtrojnë për t'u sjellë shenja dhe mrekulli nga Zoti janë kërkesa të kota
që nuk janë detyra jote. Të gjitha këto janë veçën në dorën dhe vullnetin e Zotit për t'i përmbushur ose jo, për shumica e njerëzve nuk e din. Shumica nuk kanë deturi të saktë. Ata ose nuk kanë deturi fare, ose e din të vërtetën dhe tregojnë inaqor dhe nuk punojnë sipas detyrisë së tyre, duke vepruar një lloj si ata që nuk kanë deturi fare. Treguesi i ignorancës së tyre është edhe fakti që mosplotësimin e kërkesave që ata u drejtonin profetëve e merrnin si pretekst për të justifikuar mosbesimin e tyre dhe refuzimin e profetëve. Ndër kërkesat e tyre më të çuditshme ishte edhe përshpejtimi i ndëshkimit me të cilit kërcënoheshin nga profetët e Zotit. Dhe thonë, kur do të realizohet ky premtim, nëse ju thoni të vërtetën? Ata thonë, kur do të vijë ky premtim, nëse thoni të vërtetën? Kjo është një padrejtësi e madhe nga ata, sepse nuk ka asnjë lidhje me besnikërinë e profetëve fakti që ata nuk kanë njoftuar për kohën se kur do të ndodhë ndëshkimi me të cilën Zoti kërcënon. Sipas këtyre, me që profetët nuk kanë njoftuar se kur do të ndodhë, atëherë ata nuk janë të vërtetë në fjalët e tyre. Por ky është thjesht një refuzim i pastërisë së vërtetës, madje edhe treguesi me një lehtësi atij që e thot dhe e pretendon. Në jetën e kësaj bote, kur një njeri i sinqert dhe besnik njofton se armiku është nisur dhe synon të luftojë, njerëzit e besojnë dhe marrin masa për t'i shpëtuar. Çfarë do të mendoj për dikë që i thot një njeriu të tillë, ne nuk të besojmë se thua të vërtetën, derisa të na thuash në çka do të mbëri dhe ku janë tani? A nuk është ky një njeri me ndilet dhe i mangët? Zakonisht në këtë botë, fjalët e një njeriu të sinqertë të sprovuar pranohen, edhe pse në realitet ai mund të thotë të vërtetën ose jo. Gjithashtu, ka mundësi që armiku të ndikojë dhe fjala e tij të mos realizohet ose mundet që populli të jetë shumë i fuqishëm dhe të mos e shqetësojë një lajm i sjellë nga ky njeri, por lajmet e tij merren në konsiderat dhe mospërfilja e tij do të ishte jo e drejtë dhe tregues i mendjeletësisë. Atëherë, si mendon për atë që refuzon të besoj lajmin dhe kërcënimin e sjellë prej profetit, i cili ishte njeriu më besnik dhe i vërtetë, i cili ishte i ruajtur nga gabimet dhe fliste veç se atë që i shpallej nga Zoti. Ai nuk fliste nga mendja apo thjesht për të treguar opinionin e tij personal. Kur ai kërcënonte për ndëshkim, ai ndëshkim ishte i sigurt dhe askush nuk mund të shpëtonte apo ta ndihmonte që të ruaj. Ai që e refuzon të pranojë lajmin e sjellë nga profeti, me justifikimin se ai nuk ka treguar se kur do të ndodhë, është pak të thuhet se është mendjelet dhe madje pa mend në kokë. Thuaj atyre, duke i njoftuar rreth kohës se kur do të ndodhë ajo që është e sigurt. Thuaj atyre, juve u është caktuar dita të cilën nuk do të mund ta ngadalsoni as për një çast, as ta shpejtoni. Thuaj, ju pret afati një dite që nuk mund të shtyhet për me vonë as nuk do të shpejtohet që të vijë më parë. Pikëçuditse për këtë arsye, ruajuni dhe friksojuni asaj dite. Përgatituni për atë ditë ashtu siç e meriton ajo të përgatitesh. Dhe ata që nuk besojnë, thonë, na nuk do të besojmë kursesin e këtë Kurani, as në ato që kanë qenë para atij Kuranit. Si kur t'i shije zullumçarët kur të ndalen para Zotit të tyre dhe kur t'i shkëmbejnë fjalët me njeri tjetrin, do t'u thonë ata që konsideroheshin të dobët, atyre që madhështoheshin, si kur të mos kishit qenë ju, na do të ishim musliman. Allahu i madhruar na tregon se koha e dënimit ka për të ardhur dhe do të përmbushet atëherë kur ai të dëshirojë. Në vijim, ai na përmend gjendjen e këtyre të mjerëve që kërkojnë përshpejtimin e asaj dite. Zoti na tregon gjendjen e tyre kur të qëndrojnë para atij për të dhënë llogari, si krijerët e mohimit ashtu edhe pasuesit e tyre në humbje. Nëse do të shohësh këtë pamje, do të shohësh vërtet një pamje shumë të madhe dhe të frikshme. Ata i flasin dhe mallkojnë njëri tjetrin. Dhe ata që nuk besojnë thonë, ne nuk kemi për të besuar as në këtë Kurani dhe as në ndonjë libër që ka ardhur para tij. Sikur veç të shije keqbërësit kur të ndalen para Zotit të tyre dhe t'i kthejnë fjalën. Fajsuese njëri tjerit. Ata që patën qenë të dobët, e të përbuzur do t'u thonë kryeneqeve, sikur të mos ishit ju, ne do të kishim qenë me siguri besimtar. Pasuesit u drejtohen prijesve me ndjemdhenjë dhe arrogant dhe u thonë, sikur të mos ishit ju, ne do të kishim qenë besimtar. Ishit ju që na penguat nga imani dhe na e zbukuruat mohimin e Zotit. Kështu, ne ju pasuam në rrugën tuaj. Qëllimi i këtyre fjalëve është që të tregojnë se dënimi duhet të ekzekutohet veç mbi krerët e jo mbi pasuesit. Ata që madhështoheshin, do t'u thonë atyre që i konsideronin për të dobët, vallë, a ne ju kemi penguar nga rruga e drejtë, pasi që ju ka ardhur ajo. Jo, por ju jeni mëkatar. Dhe kryeneqët do t'u thonë atyre që patën qenë të dobët, e të përbuzur, pse, ne ju penguam nga udhëzimi i drejtë pasi ju pati ardhur. Ata u tregojnë dhe sharojnë pasuesve se të gjithë ishin pjesëmarrës në krijim, mos, vallë, ju detyruam me forcë që ju të mos pasoni udhëzimin, pasi ai ju paraqiti qartë. Jo, në asnjë mënyrë, jo, por ju ishit keqbërës. Dhe refuzuat të besoni. Ishit ju vetë që zgjodhët e lirë, që të refuzoni besimin.
Askush nuk ju detyroi me forcë për ta bërë diçka të tillë. Edhe pse ne ju zbukuruam rrugën tonë, ne nuk kishim fuqi mbi ju. Dhe ata të cilët konsideroheshin të dobët, do t'ju thonë atyre që madhështoheshin, jo, por fillimet tuaja në atë ditë, ku na urdhëroni që ta mohojmë Perëndin dhe t'i përshkruajmë atij shok. Dhe ata e mëshinin pikëllimin kur e shihnin dënimin. Ne do t'u vëmë pranë nga rreth qafës së atyre që mohuan. Ata nuk do të ndëshkohen për asgjë tjetër, pos për atë që kanë punuar. Ata që patën qenë të dobët, e të përbuzur do t'u thonë kryqëzave, jo, çedrëdhja juaj në atë ditë. Ja, ju na urdhëroni të mohonim besimin e drejtë në Allahun dhe t'i bënim shok atij. Ajo që na mashtroi dhe na bëri që ju të na devijonin nga rruga e drejtë ishte pikërisht përpjekja juaj e vazhdueshme në atë ditë që të na e zbukuroni te kotën dhe mohimin e Zotit, duke thënë se kjo është e vërteta dhe rruga e logjishme. Nga ana tjetër, ju e shëmtoni të vërtetën në sytë tanë, duke na treguar se ajo ishte e gabuar dhe jo e logjishme. Kështu vazhduat me intrigat dhe kurthet tuaja kundër nesh, derisa arritët të na mashtroni dhe të na devijoni nga rruga e drejtë. Megjithatë, të gjitha këto biseda polemika mes tyre në zjarr nuk kanë për t'u sjellë ndonjë dobi. Ata thjesht distancohen nga njëri tjetri, shprehin urrëtie ndaj njëri tjetrit dhe dëshpërimin e madh mes tyre. Për këtë arsye, kur ta shohin dënimin ata do ta fshehin. Për pak dëshpërimin e vet. Atëherë, ata do të heqin dorë nga ato polemika boshe me shpresën e kotë se mund t'i shpëtojnë nga dënimi, pasi tashmë u bëhet e qartë se ata janë fajtorë e nuk do të shpëtojnë nga ndëshkimi. Ata kuptojnë se janë fajtorë dhe mbushën me dëshpërim. Secili nga ata do të dëshironte sikur të kishte pasuar të vërtetën dhe të kishte braktisur të kotën. Kjo është ajo që fillimisht e fshihin në vetvete, sepse kanë frikë të shfaqen aptaz dhe të turpërohen, duke pranuar padrejtësitë e tyre. Por në momentet e tjera gjatë kiametit dhe në kohën kur do të hyjnë në zjarr, ata do ta shfaqin aptaz këtë pendesë dhe keqardhjen për padrejtësitë e tyre. Siç thotë i lartësuari, atë ditë, keqbërësit do të kafshojë duart e veta dhe do të thotë: "O, i miri unë, sikur të kisha ndjekur rrugën e drejtë së bashku me profetin. I mjeri unë, sikur të mos e kisha bërë me kaq njeri. Në të vërtetë, ai më largoi mua prej udhës së drejtë të Zotit pasi më pati ardhur qartësisht dhe plotësisht. Shejtani është vetë se tradhtar për njeriu." Furkan 27:29. Ata do të thonë, sikur të kishin dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim tani ndër banorët e zjarrit. Kështu i pranojnë ata gjunahet e veta. Larg mëshirës qofshin banorët e zjarrit. Muktjete. Pastaj i lartësuari i thotë, ne do të vëmë pranë në qafat e atyre që nuk besuan. Ata prangosen ashtu si një i burgosur për të pështruar në burgun e tij. I madhruari i thotë, ata që mohojnë librin Kur'anin dhe mesazhet që u kemi dhënë të dërguarve tanë, shpejt do ta kuptojnë të vërtetën, atëherë kur zinxhiret tu shtrëngohen te qafa e të rriqen zvarr, në ujë të val dhe kur të hidhen në zjarr. Pafir 73. Ata do të dënohen veç për atë të keqet që kanë bërë. Ky ndëshkim i rënd dhe ato zinxhir pëshërues janë shpërblimi i merituar për atë që kanë bërë, pra për kufrin, përshërsitë, mosbindjen ndaj Zotit dhe kalimin e kufive. Në asnjë vend banim na nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber, e ata që bënin jetë luksoze, të mos thonin, me të vërtetë, na nuk besojmë në atë, me të cilën jeni dërguar. Sa herë që ne kemi dërguar profet në ndonjë vend, pasanikët e tij thoshin, ne nuk i besojmë asaj me të cilën jeni dërguar. Allahu i madhëruar na njofton rreth gjendjes së popujve të shkuar, të cilët i mohuan profetët dhe për faktin se gjendja e tyre është e njëjtë me gjendjen e këtyre të sotmeve, që e mohojnë profetin e fundit, Muhamedin a.s. Sa herë që Zoti ka dërguar ndonjë profet, pasanikët dhe keqbërësit e atij vendi e kanë mohuar profetin, të mashtruar e të vetërenaqur me pasuritë që zotëronin dhe duke treguar mendjemallësi me ta. Dhe ata thonë, na kemi më shumë pasuri dhe fëmijë, e na nuk do të jemi të munduar. Ata thoshin, ne kemi më shumë pasuri e fëmijë, se sa ju. Do me thënë, më shumë se ata që ndishnin të vërtetën dhe kur nuk kemi për të ndëshkuar. Ata fillimisht e morin ringjalljen dhe pastaj, duke mashtruar dhe të vetëkënaqur, thoshin, edhe sikur të ringjallemi, ai që na dha në këtë jetë më shumë pasuri dhe fëmijë, ai do të na japë edhe ande në ahiret dhe nuk do të na dënojë. Por Allahu tha, thua ju, me të vërtetë, Zoti im i jep furnizim të bollshëm kujt të doj dhe ja mungon kujt të doj, por shumica e njerëzve nuk e din këtë. Thuaj, Zoti im ja shton rizikun atij që do dhe ja pakson atij që do, por shumica e njerëzve nuk e din. Ai u ktheu përgjigjes se shtimi ose paksimi i pasurisë nuk është provë që tregon atë që ju pretendoni. Pasuria është në dorën e Zotit dhe është ai që e jep sipas dëshirës dhe urtësisë së tij. Ai u shton pasurinë ose u pakson atë atyre që ai do. As pasuria juaj, as fëmijët tuaj nuk janë ata që do t'ju ofrojnë në pozitën e, por vetëm ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira. Për ta shpërblimi është i shumë fisht,
për atë që kanë punuar dhe ata do të jenë të sigurt në dhomat e larta të xhenetit. Nuk janë pasuria juaj dhe as fëmijët tuaj që mund t'ju ofrojnë te ne. Nuk janë pasuritë dhe fëmijët ata që ju ofrojnë tek Zoti dhe ju bëjnë të fitoni kënaqësinë e tij. Ai që ju ofron tek Zoti është besimi tek mesazhi që sollën profetët dhe veprat e mia sipas këtij imani. Këta janë ata të cilëve do t'u shumëfishohet shpërblimi 10 fish, 700 fish e shumë e tepër, aq sa vetëm Zoti e di. Për këta, Zoti thotë, afërnesh janë vetëm ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira. Këta janë ata që do të shpërblehen shumë fish për veprat e tyre dhe ata janë në banesa të larta, të sigurt, e të shpëtuar nga çdo e keqe. Ata do të jenë në shtëpitë dhe vendbanimet e larta dhe shumë të mrekullueshme. Ata do të jetojnë në to të qetet e kënaqur, të sigurt nga çdo vështirësi e vuajtje apo lodhje e pakënaqësi, gjëra të cilat gjithmonë e shoqërojnë njeriu në jetën e dynjas. Ata do të jenë të lumtur mes kënaqësive dhe mirësive që sjellin vetëm lumturi e gëzim. Ata janë të sigurt se kur nuk do të largohen nga ato mirësi dhe ajo jetë e këndshme, se kur nuk do ta provojnë trishtimin, dëshpërimin e vuajtjen, as vdekjen, gjumin dhe sëmundjen, as plakjen e lodhjen apo vështirësitë e mendimet. Ata që përpiqen të thyejnë argument tona, duke menduar se nuk do të mund t'i dënojmë, ata do të dënohen. Ndërsa, ata që luftuan kundër argumenteve tona për t'i penguar ato, ata do të dënohen në xhenem. Ata që nuk i respektojnë argumentet dhe shenjat e Allahut dhe paturpsisht mendojnë se Allahu nuk mund t'i ndihmojë dhe se profetët nuk mund të sjellin argumentet e mrekullit që këta kërkojnë, për këta mohues dhe refuzues të së vërtetës, ai thotë, ata do të dënohen në xhenem. Thuaj, me të vërtetë, Zoti im i jep furnizim të bollshëm kujt të dojë nga robërit e tij dhe ja pakson kujt të dojë prej tyre, ai ua kompenson atë që e ndani ju dhe ai është më i miri furnizues. Thuaj, me të vërtetë, Zoti im është ai që ja shton rrezikun kujt të dojë nga robërit e vet dhe ai ja pakson kujt të dojë. Allahu i madhruar e përsërit këtë fakt, duke dashur që të na nxjisë për të shpenzuar për të afërmit, për fqinjen, të varfërit, jetimet e tij. Dhe çdo gjë që jepni, për hir të tij, ai do ta kompensojë. Ai është më i miri furnizues. Kur të mos mendoni se shpenzimi për hir të Allahut e pakson pasurinë. Përkundrazi, Allahu ka premtuar se do t'ia zëvendësojë me diçka më të mirë atij që shpenzon për hir të tij. Ai që ju premton t'ju zëvendësojë e shtoj pasurinë është pikërisht ai që ja shton pasurinë atij që ai do dhe ja pakson atij që ai do dhe ai që është më i miri furnizues. Kërkojeni pasurinë prej tij dhe, që të bëhet e mundur shtimi i saj, bëni të gjitha ato vepra që ai ka bërë si shkak për të shtuar pasurinë e për të cilat ai ju ka udhëruar. Dhe kujtoj atë ditë kur do t'i tubojë të gjithë e pastaj u thotë ngjëjve, vallë, a këta ju kanë adhuruar juve. Një ditë ai do t'i tubojë të gjithë dhe do t'u thotë melekëve, ju ishit ata që këta njerëz ju adhurojnë. Kjo do të ndodhë kur Allahu t'i tubojë së bashku, si ata që adhurojnë zotat të tjerë veç Allahut, ashtu edhe ata që adhuroheshin, mes të cilëve edhe melekët, që njerëzit i adhurojnë e dyja. Atë ditë, Allahu do të thotë melekëve, ju ishit ata që këta njerëz ju adhuronin. Kjo në fakt është një skem poshtërimi për idhujtarët, edhe pse pyetja u drejtohet melekëve. Pas kësaj pyetjeje, melekët distancohen nga kjo padrejtësi e madhe dhe thonë: Engjëjt thonë, qofsh i lavdëruar ti o Zoti ymë. Na, ty të adhurojmë e me ata s'kemi asgjë. Ai adhuronin gjindet dhe shumica e mohuesve u besonin fjalëve të tyre të gjindeve. Ata do të melekët thonë, i madhëruar qofsh ti. Ti je i pastër, i lavdëruar dhe i lartësuar nga çdo manësi dhe nga kjo që shpifin të padrejtet, pra, se ti pas ke shok e partner në pushtetin tënd. Ti je Zoti ynë dhe ne distancohemi prej tyre. Ne jemi nevojtar për mbrojtjen e kujdesin tënd për ne. Atëherë, si mund të ftojmë të tjerët që të na dedikojnë neve adhurimin? Pikëçuditëse është e padrejtë që ne të zgjedhim për veten tonë mbrojtës e kujdestar tjetër veç teje. Në fakt, këta idhujtar nuk na adhuronin ne, jo, por ata adhuronin gjindet dhe shumica e tyre besonin në to. Ata adhuronin shejtanët, të cilët, për t'i devijuar, i udhëronin të na adhuronin neve ose çdo gjë tjetër veç Allahut. Kështu, ata u bindeshin këtyre shejtanëve dhe pikërisht kjo bindje ishte adhurimi që u përkushtonin. Ibadeti është pikërisht bindje në shtrim, sikurse thot Allahu, duke i drejtuar të gjithë atyre që adhuronin dikë tjetër veç tij, o bijtë e Ademit, a nuk ju pata paralajmëruar që të mos e adhuroni shejtanin, se në të vërtetë ai është amiku juaj i hapur dhe që të më adhuroni vetëm mua. Pikëçuditëse kjo është rruga e drejtë. Jasin 60. Pastaj melekët thonë, shumica e tyre besonin në to. Ata u besonin gjineve dhe u nënshtroheshin atyre, sepse iman do të thotë që të besosh e ta lidhësh zemrën me diçka, lidhje kjo e cila sjell nënshtrimin dhe bindjen ndaj asaj gjëje. Pasi melekët distancohen prej tyre, Allahu i madhëruar u thot melekëve: sot nuk do të mund t'i bëni as dobi as dëm njeri tjetrit.
E ne, do t'ju themi zullumçarëve, shijoni dënimin e zjarrit të cilën e keni konsideruar gënjeshtër. Kështu, atë ditë ata nuk do të kenë asgjë në dorë t'i bëjnë dobi asnjë njeri tjetrit. Tashmë nuk ka asnjë mundësi lidhje dhe dobje mes jush. Asnjë dobi nuk mund t'i sillni njeri tjetrit. Dhe keqpërsve do t'u themi, shijojeni dënimin e zjarrit, atë që e quani të gënjeshtër. Të fjalë do t'u thuan atyre që bëjnë padrejtësi, duke mohuar mesimin e vërtet dhe duke bërë gjinoja e Paulsi, kur ata të hyjnë në zjarr, shijoni dënimin e zjarrit, të cilin e konsideruat gënjeshtër. Tani që hyt në të, ju po e shihni me sytë e ballit atë që e monit. Ky është shpërblimi merituar për mohimin tuaj. Ky është ndëshkimi për ato vepra të keqia që ju i kryenit për shkak se nuk besonit. Ju nuk u kujdeset që të ruheshit nga ky ndëshkim nëpërmjet veprave që Zoti ju urdhëroi t'i bëni. Kur ju lexohen atyre ajetet tona të qarta, ata thonë, ky është vetëm njeri që dëshiron t'ju pengojë nga ajo që etërit tuaj kanë adhuruar, dhe ata thonë, kjo nuk është asgjë tjetër pos gënjeshtër e trilluar. Dhe thonë ata që nuk besojnë të vërtetën Kur'anin pasi ju ka ardhur, kjo është vetëm magji e qartë. Kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, ata thonë, ky është vetëm një njeri që dëshiron t'ju shmangë nga ajo që adhuronin prindërit tuaj dhe ky. Kur'ani është vetëm një gënjeshtër e trilluar. Dhe kur u vjen e vërteta, jo besimtarët thonë, kjo. Feja islame, Kur'ani është vetëm një magji e qartë. Allahu i lartësuar na tregon për gjendjen e idhujtarëve kur atyre u lexohen ajetet e qarta të tij, argumentet e tij të shfaqura e të dukshme dhe faktet e tij të pacënueshme dhe të prera, të cilat afrojnë dhe udhëzojnë rreth çdo të mirë dhe të ndalojnë e këshillojnë të ruhesh nga çdo ligësi. Madje, këto fakte dhe argumente e kjo shpalje e mrekullueshme janë mirësia më e madhe që Zoti u ka dhënë njerëzve dhe dhurata më e çmuar që u ka mbërritur. Ato duhet që të priten dhe respektohen nga krijesat, duke i besuar dhe pohuar si të vërteta të padiskutueshme, sipas të cilave duhet të nënshtrohesh, të jetosh dhe të adhurosh Zotin e gjithësisë dhe t'i dorëzohesh dhe t'i përulesh atij. Por këta të mirë bëjnë krejtësisht të kundërtën e kësaj dhe i mohojnë shpaljet që Zoti solli përmes profetëve. Ata i fyejnë dhe përdhosin figurën e profetëve, duke thënë për secilin prej tyre, ky është vetëm një njeri i cili dëshiron t'ju largojë nga ajo që adhuronin prindërit tuaj. Ky është qëllimi i tij kur ju urdhëron që ta adhuroni Allahun si një të vetëm me sinqeritet. Ai synon që ju të braktisni rrugën e të parëve tuaj dhe të mos i respektoni ata. Kështu e refuzojnë të vërtetën, duke dëgjuar fjalët e të humburve dhe nuk pyesin për argumente a fakte të besueshme. Madje, as i vënë dyshim fjalën e tyre. Mendoni pak në arsyetimin e këtyre njerëzve të humbur dhe justifikimin e tyre për të mos pranuar të vërtetën që sollën profet. Profeti fton të drejtën, që është mbështetur me mrekulli, por edhe nga ana e logjikës dhe natyrës së pastër, kurse ata e refuzojnë, sepse të parët e tyre dhe vëllezërit e tyre që janë në të njëjtën rrugë të humbjes nuk e kanë pranuar ftesën e profetit dhe vazhdojnë në atë rrugë që ishin. Me që ata nuk e kanë pranuar ftesën e profetëve, thonë ata, edhe ne nuk do të pranojmë. A është kjo një përgjigje që e jep një i mençur? Po të mendosh me kujdes, kjo është mënyra që përdorin ata që nuk duan besimin për të justifikuar refuzimin e ftesës së Zotit për të besuar drejt. Gjithmonë do t'i shohësh se ata paraqesin si argument fjalët dhe arsyetimet e idhujtarëve të hershëm ose filozofëve mosbesimtar, e grupacioneve të shumta të humbura që e kanë refuzuar të vërtetë. Këta të mirë mendojnë se, duke qenë se po marrin mendimin e këtyre njerëzve e grupeve të humbura, janë në rregull. Kështu do të vazhdojnë ta refuzojnë të vërtetën ata që nuk e duan atë, duke marrë si shembull të gjitha këto grupacione të humbura që lomotitin kocira, thjesht për të refuzuar të vërtetën dhe nuk bëjnë as përpjekje me të vogël për të medituar rreth saj për të gjykuar me drejtësi. Pasi këta të mirë argumentojnë se pasojnë vepra dhe rrugën e të parëve të tyre dhe pretendojnë se është kjo arsyeja pse e refuzojnë të vërtetën, ata vijojnë që të shpifin kundër të vërtetës dhe të mbajnë një qendrim edhe me armiqësore refuzues ndaj saj. Ata thonë, ky Kurani është vetëm një gënjeshtër e trilluar. Këto janë thjesht një mashtrim me trillëm i këtij njeriu. Kjo feja, Kurani është vetëm magji e qartë. Janë magji e qartë dhe e dukshme që mund ta dallojë çdo kush. Sigurisht, të gjitha këto fjalë janë si një rrugdalje për të mohuar të vërtetën dhe për të mashtruar dhe manipuluar mendjen e të paditurve. Ata shpifin gënjeshtra për të bërë sa më të lehtë mohimin e të vërtetës. Dhe ne nuk u kemi dërguar banorëve të Mekës asnjë libër për ta mësuar ata, dhe ne nuk u kemi dërguar atyre para teje asnjë paralajmërues. Në ajetet me sipër, Allahu i Madhëruar na tregoi se me çfarë arsyetimesh poshtë e refuzojnë të vërtetën ata që nuk e duan besimin. Ato nuk meritojnë të quhen argumente, madje as në nivelin e dyshimeve nuk mund të konsiderohen, ndërsa në këtë ajet na tregon se ata nuk kanë asnjë bazë ku të mbështeten apo të qëndrojnë, sepse Allahu thotë, dhe ne nuk u kemi dhënë atyre ndonjë libër që të mund ta studiojnë.
Ata nuk kanë ndonjë libër që të jetë si argument me të cilin mund të arsitosh dhe argumentosh. Gjithashtu, dhe as nuk dërguan tek ata ndonjë paralajmërues, profet para teje, dhe kështu ata të kenë mundësinë që të argumentojnë me fjalët dhe qëndrimet e tij dhe të refuzojnë ftesën tuaj me arsyetime të drejta. Ata nuk kanë asnjë libër dhe trashëgimi që të mund të polemizosh me ta me baza të rregullta. Në vijim, Allahu i lartësuar i frikson dhe kërcënon ata duke u treguar se çfarë bërime po pujt që mohojnë profetët dhe shpaljet e dërguara prej tij. Ai thotë: ata që kanë qenë para tyre i kanë konsideruar gënjeshtar pejgamberët. Ata nuk kanë arritur as të dhjetën e asaj që u kemi dhënë fuqi dhe jetë gjatë, e megjithatë i kanë konsideruar gënjeshtar pejgamberët e mi, e çfarë ka qenë dënimi im ndaj tyre. Edhe të parët e tyre i patën mohuar shpaljet tona. Këta të sotit nuk kanë arritur asnjë të dhjetën e asaj që ne u patëm dhënë atyre, e megjithatë i përgënjeshtruan të dërguarit e mi. A e dini se ishte dënimi im? Ata popull ishe shumë të fuqishëm e të pushtetshëm se këta që mohuan Muhamedin dhe ku mohuan profetët e tij. Allahu i ndeshkoi: shikoni, o mohues të profetit, se si ishte ndeshkimi dhe zemërimi im kundër tyre. Ne ju kemi treguar se si ndeshkuam ata. Disa i përmbytëm, disa i shkatëruam me një erë që shkatëron të gjithçka, ose edhe me një britnë të vetme. Disa të tjerë i shkatëruam me tërmet e tronditjet e madhe, disa duke i përpirë toka ose duke dërguar ndëshkëm me gur nga qielli. Keni frikë, pra, ju që refuzoni të besoni në profetin e Zotit dhe shpaljen e tij. Mos vazhdoni në refuzimin tuaj, se kështu do ndeshkoheni një lloj. Thuaj o Muhamedi: unë ju kësilloj vetëm me një gjë, ngrituni sinqerisht për Perëndin, 2 nga 2, ose 1 nga 1, pastaj gjykoni për shokun tuaj Muhamedin që nuk është i çmendur. Ai për ju është vetëm paralajmërues para dënimit të rënd. Thuaj, unë ju këshilloj vetëm me një gjë, ngriuni sinqerisht për Allahun, 2 nga 2 ose 1 nga 1 dhe mendoni me kujdes, që ta kuptoni se shoku juaj, Muhamedi nuk është i çmendur. Ai është dërguar ndër juve që t'ju paralajmëroj para një dënimi të ashpër. Thuaju, o profet, këtyre mohuesve inatçor, të cilët kanë marrë përsipër që ta hedhin tutjet e vërtetën e të shpifin kundër saj, unë po ju këshilloj vetëm për një gjë. Unë po ju parashtroj një propozim dhe ju këshilloj që të mendoni me kujdes. Ky është propozim me së drejtë, por nuk po ju kërkoj që të ndiqni fjalën time e të lini rrugën tuaj pa pasur fakte. Dua që këtë ta bëni me kujdesin më të madh. Unë po ju kërkoj që, për hir të Allahut, të përkushtoheni sinqerisht 2 nga 2 ose 1 nga 1, e pastaj të mendoni thellë që ta kuptoni se shoku juaj Muhamedi nuk është i çmendur. Ai është dërguar ndër juve që t'ju paralajmëroj para një dënimi të ashpër. Ngriuni me ambicie e vullnet për të gjetur të vërtetën, me sinqeritet për Zotin e vërtetë. Të një këtë në grup, duke studiuar e diskutuar së bashku me objektivitet, pastërti e dëshirë të mirë për të zbuluar të vërtetën. Bëjeni këtë edhe vetëm, pra, çdo kush të flasë dhe mendoj vetë, me qëtërsi. Nëse e bëni këtë për hir të Allahut, nëse e vini në përdorim logjikën tuaj për të analizuar gjendjen e këtij profeti madhështor të dërguar tek ju, do të zbuloni shumë gjëra të mrekullueshme. Ju do të zbuloni se ai nuk është një i çmendur, por se fjalët e tij, gjendja e tij, pamja e tij e cilësitë e tij janë shumë të larta. Ai është një profet besnik që ju këshillon dhe ju paralajmëron për çdo gjë që ju dëmton dhe ju mëson se si të shpëtoni nga ndëshkimi i dëmshëm. Nëse ata e pranojnë këtë këshill dhe e përdorin, do ta mësojnë dhe kuptojnë qartë se kush është Muhamedi asa. Pamja dhe gjendja e tij ishte më e mira dhe e përkryera, veprat e tij ishin veprat më të bukura dhe të mira. Ai ishte njeriu më i plot dhe i përkryer në moralin e tij, në heshtjen e tij dhe qetësinë dhe modestinë e tij. Ai ishte me fisniku dhe me i plotin e logjikën dhe në çdo aspekt të jetës së tij. Pastaj le të mendojnë pak në oratorinë dhe elokuencën e tij të plotë, në fjalët e tij të ëmbla që mbushin çdo zemër me qetësi, preje dhe iman, dhe që pastron çdo shpirt dhe zemër. Ato nxisin për moralin më të lartë dhe sjelljen më të mirë. Ai gjithmonë ndalonte nga sjelljet e ulta dhe të poshtra. Nëse ai fliste, syt drejtoheshin tek ai me respekt, vlerësim dhe dashuri. A mund të ndodhte kjo me ndonjë të çmendur dhe të prishur? Çdo kush që analizon gjendjen e Muhamedit për të zbuluar a ishte profeti i Zotit apo jo, sido që ta bëj këtë, i vetëm apo me të tjerë në grup, ka për të arritur në përfundimin e sigurt se ai ishte profet besnik i Allahut, sidomos ata që jetuan në kohën e tij dhe e njohën atë si para, ashtu edhe pas profecisë së tij. Thuaj, çfarë do shpërblimi që kanë kërkuar prej jush, ajo qoftë për ju. Shpërblimi im është vetëm te Perëndia, e ai është dëshmitar për çdo gjë. Thuaj, unë nuk kërkoj ndonjë shpërblim prej jush. Ai let ju mbetet juve. Edhe ky mund të jetë një nga shkaqet që mund të pengojë njerëzit nga pasimi i atij që të fton drejt së vërtetës. Disa mendojnë se ai do t'u marrë pasuritë atyre që e pasojnë ose ndonjë shpërblim, sepse po i fton në rrugën e drejtë. Por Allahu i madhuar u tregon atyre pastërtinë e profetit nga kjo gjë dhe u thot: unë nuk kërkoj ndonjë shpërblim prej jush.
Ai let ju mbetet juve. Edhe nëse ju mendoni se unë dua ndonjë shpërblim për ftesën time në të vërtetën, unë po dëshmoj që tani që ai le të jetë juaj. Shpërblimi im është vetëm prej Allahut dhe ai është dëshmitar për gjithçka. Dija e tij përfshin çdo gjë. Ai e di se për çfarë po ju ftoj. Nëse unë do të isha gënjeshtar, ai do të më ndeshkonte me drejtsinë e tij. Ai, gjithashtu, është mbikëqyrës dhe dëshmitari i të gjitha veprave tuaja dhe ka për t'i shënuar dhe ruajtur ato plotësisht dhe pastaj do t'ju shpërblej për to. Thuaj, me të vërtetë, Zoti im e sjell të vërtetën te pejgamberët. Ai është i gjithdijshëm për të gjitha sekretet. Thuaj, Zoti im e sjell të vërtetën dhe ai është i gjithditëripër. Të gjitha të fshetat. Në ajetet e mesipërme, Allahu i madhruar tregoi fakte të shumta të prera që tregojnë për të vërtetën dhe për kocsinë të pavërtetës. Në ajetet në vijim, tregohet se ky ka qenë dhe do të jetë një rregull i pandryshueshëm i Allahut të madhruar. Thuaj, e vërteta e islamizmi ka ardhur, kurse gënjeshtra as nuk mund të shfaqet as të përsëritet. Thuaj, e vërteta ka ardhur dhe e kota u zhdu pa kthim. Ai e qartëson të vërtetën dhe i hedh poshtë trillimet dhe arsyetimet e të kotës dhe refuzuesve të besimit të drejtë, në mënyrë që kjo të bëhet mësim për ata që din të nxjerrin mësim. Këtu ka shenja të qarta për ata që meditojnë. Ata e shohin se si bien poshtë nga një gënjeshtra të mohuesve të besimit, duke dalë në palë inati, kokëforcia dhe mashtrimet e tyre. Ndërsa nga ana tjetër, e vërteta del shumë e qartë. Kocësia vërënohet dhe zhduket, dhe kjo ndodh sepse ai di çdo të fshehtë që e qartëson të vërtetën, duke e pastruar nga çdo dyshim. Ai e di mirë se çfarë e shpartallon të kotën, prandaj dhe ua mëson atë robërve të vet. E vërteta ka ardhur dhe e kota u zhdu pa kthim. E vërteta është shumë e këtjellët. Ajo është e së ndriçme si dielli, që ndriçon dhe zbarë gjithçka. E vërteta i imponon pushtetin e saj. Ndërsa e kota zhduket, sepse nuk ka qëndrese as forcë. Thuaj, nëse humbi, unë humbi vetëm në dëmin tim, e nëse udhëzohem në rrugën e drejtë, kjo është nga shpallja e Zotit tim. Ai, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe është afër. Allahu i madhruar e qartësoi të vërtetën përmes shpalljes që e solli me profetin e tij. Ata që e refuzuan këtë vërtetë, shprifën dhe triluan mashtrime për profetin, duke metuar se ai ishte i humbur dhe ftonte në kocira. Megjithatë, Allahu i lartësuar i njoftoi njerëzit për të vërtetën e sigurt dhe ua solli atë të qartë, duke u treguar se ata janë të pafuqishëm që ta pengojnë dhe luftojnë të vërtetë. Ai njoftoi ata se shpifjet që metojnë se ftesa e profetit ishte e pavërtetë, nuk kanë për tu sjellë asnjë dobi. E vërteta do të lartësohet dhe asgjë nuk mund ta pengojë dhe dëmtojë atë. Çdo kush do të mund ta nderojë ose dëmtojë vetveten, në varësi të veprave dhe pasimit ose jo të së vërtetës. Për këtë arsye, Allahu i madhruar urdhëroi profetin të thotë njerëzve: "Thuaj, nëse unë kam humbur, atëherë kjo do të ishte vetëm në dëmin tim, por nëse e kam gjetur të vërtetën, atëherë ajo është mendimi në Zotin tim. Profeti është i ruajtur nga devijimi apo humbja, por kjo thuaj si supozim. Pra, nëse unë devijoj nga e vërteta, atëherë kjo është një humbje dhe devijim personal. Me humbjen time, unë mund të dëmtoj veç vetveten, sepse udhëzimi dhe humbja janë në dorën e Zotit dhe prej atij duhet kërkuar. Dhe nëse jam në udhë të drejtë, kjo nuk është merita ime dhe as forca ime. Udhëzimi dhe forca ime vjen vetëm nga një gjë, mendimin e Zotit tim. Shpallja e Zotit është lënda e udhëzimit tim dhe kështu duhet të jetë edhe për të tjerët. Udhëzimi dhe humbja varen nga ndjekja e rrugës së drejtë dhe nuk duhen lidhur me personin e dikujt dhe me faktin a është ai udhëzuar apo i humbur. Nëse ndjek rrugën e drejtë, atëherë je i udhëzuar, e nëse jo, atëherë je i humbur. Ai dëgjon gjithçka dhe është afër. Allahu dëgjon të gjitha fjalët dhe zërat e njerëzve. Ai është afër dhe dëgjon atë që i lutet, që i adhuron, që i kërkon udhëzimin në rrugën e drejtë dhe synon kënaqësinë e tij. Për këtë arsye, Allahu e di mirë se kë udhëzon në rrugën e drejtë. Sikur të shijë ata kur friksohen e nuk kanë ku të ikin, do të kapen përse afërmi pa mund të ikur asnjë hap. E sikur vetëm të shijë ata kur të dridhen nga tmeri. Ata nuk kanë për të gjetur asnjë shpëtim dhe do të rrëmbehen prej një vendi të afërt. Shumë e frikshme është pamja e atyre që mohojnë të dërguarit, kur ata të shohin me sytë e tyre dënimin e Allahut dhe atë për të cilën i njoftuan të dërguarit. Ai është momenti kur mbi ata fillon të ekzekutohet dëshkimi dhe ata nuk gjejnë asnjë rrugë shpëtimi e largimi. Allah thot, përmbehen prej një vendi të afërt. Do me thënë, ai vend nga i cili do të përmbehen dhe do të ndeshkohen nuk është larg nga vendi dënimit, por është afër. Kështu, ata do të rrëmbehen dhe hidhen në zjarr. E thonë, na besojmë në atë Kur'anin. Prej nga ata përvetsojnë besimin prej vendit të largët botës së ardhshme. Dhe ata do të thonë, ne besojmë. Tani në të, Kur'anin, Muhamedin. Por si mund të arrijnë ata? Besimin prej këtij vendi. Kaq të largët, tani besojmë Allahun dhe gjithçka që më parë e mohnim dhe e konsideronim si gënjeshtër.
Por çfarë mundësie kanë tani ata të mirë që të përqafojnë imanin e pastër? Pikçudit se tashmë kjo është diçka e pamundur. Nëse do të kishin besuar në dynja, besimi i tyre do të ishte i pranuar, por ata refuzuan të besonin në dynja, prandaj tani do të hidhen në zjarr. Ata e kanë mohuar atë Kur'anin qysh me parë në këtë botë dhe i hullin të padukshme nga aspekti i largësisë prej të vërtetës. Kur ata me parë mohonin, tërësisht atë besimin dhe hamenconin, se s'ka ringjallje duke u endur larg. Së vërtetës, në jetën e dynjas, ata mohonin të vërtetën duke u përpjekur ta shuanin dritën e saj nëpërmjet të kotës. Por kjo ishte diçka e kotë dhe nuk u solli dobi. Ata nuk mund t'i arrinin qëllimit, ashtu sikur sa ai që godet me shigjet prej së largu që nuk e qëllon do qenjestrën që do. Edhe në jetën e kësaj dynjaje, e kota mund të shfaqet dhe të mbizotërojë veçse në rastet kur e vërteta zbehet dhe dobësohet, por kur e vërteta shkëlqen dhe shfaqet, atëherë kotësia zhduket dhe errësira e saj largohet. Dhe ka ekzistuar distancë në mes tyre dhe asaj që dëshironin ata, ashtu siç është vepruar me të ngjashmit me parë. Me të vërtetë, të gjithë ata kanë qenë në dyshim të madh. Dhe ata do të privohen nga ajo që e dëshironin, tashmë u janë larguar kënaqësitë e kësaj dynjaje, dëshirat, pasuritë, përjetimet, fëmijët, shërbëtorët dhe ushtritë e tyre. Tashmë janë të vetmuar dhe do të dalin para Zotit veçse me veprat e tyre. Çdo kush do të dalë para Zotit i vetmuar ashtu siç Zoti e krijoi, dhe do të lerë pas gjithçka që zotëron ashtu sikur se ndodhi me parë me të ngjashmit e tyre. Kështu ka ndodhur me gjithë brezat që kanë kaluar, kur atyre u zbriti vdekja dhe shkatërimi. Ata u privuan nga të gjitha kënaqësitë e kësaj dynjaje. Vërtet, ata ishin plot dëshime e pasiguri. Zemrat e tyre ishin të mbushura me pasiguri dhe dëshime të shumta, prandaj besimi nuk rriten e to dhe ata nuk u nështruan kur dëgjuan udhëzimin dhe kur paralajmëruan nga Zoti. Këtu përfundon edhe tefsiri i surës Sepe. Allahut i qoftë lavdërimi e mirësitë dhe vetëm prej tij vjen ndihma. Vetëm atij i jemi mbështetur dhe vetëm me të e kemi lidhur zemrën me besim të plot.